Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. A kanë të drejtë gjyqtarët që kërkojnë ngritje page, apo ka të drejtë kryeministri Rama që thotë që kjo nuk është e mundur dhe fatura 37 milionë euro është absurde për trupin e gjyqtarëve? A është paku institucioni që kishim ndërruar, apo ne jemi shndërruar në Republikë banane dhe Republikë prokurorësh, siç thonë jo vetëm analistët, por edhe kryeministri Rama për disa prokurorë? A duhet ta vlerësojmë spakun për arritje më të madhe që ai ka, atë që në Shqipëri ka marrë fund pa ndushkueshmëria? Përse politika shqiptare është në një moment gati të habitshëm, kur nga njëra anë kemi rritjen e numrit skandaleve në maxhorancë pranë në qeveri dhe nga ana tjetër një opozitë që nuk frymëzon dhe nuk është e gatshme të vinë në pushtet për t'i dhënë përgjigjeve këtyre pyetjeve sa juridike, po edhe politike. Unë kam ftuar një mikesh të veçantë të emisionit tim, të hershëm, të lashtë, të vjetër, por që ka krijuar një profil publik shumë interesant, analiste në disa media, po veçanërisht në emisionet e kolegut pa harruar Artur Zhej. Enida Bozheku, kam kënaqësinë ta kem sot emisionin Dekalog. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që pranove ftesën. Faleminderit, është kënaqësi gjithmonë. Sa vjet kemi pa u parë? Po, mendoj më shumë se 5-6 vjet, po, vitet ikin. Po në emisionin tim sa ke pa ardhur? Po, kam gati 7 vjet, ndoshta pak a shumë bën. Enida, të prezantova sepse kam gjetur njeriu që jo thjesht mund të polemizoj, por besoj që do më japësh përgjigjet e dura në një pikë vështrim të ftohtë, akull, por pasionant. Akull me atë që nxjerr domethënë nga mendja, por pasionant, je pasionant, nuk mund të bësh ti një gjë, nuk mund të thuash ti një gjë pa lëvizur duart, mimikën e tjerë. Dhe për këtë mua më intereson shumë kjo. Tani, ç'po ndodh në Shqipëri, se dy janë shtyllat, jurisprudenca, pra reforma në drejtësi dhe politika. Ç'po ndodh në Shqipëri? Ti kishe këto pritshmëri për gjitha këto që po ndodhin? Po. Duket si absurde, por them po, pse? Ne kemi një shoqëri me mendësi bizantine. Ta filloj këtu. Pse bizantine? Bizantine për shkak të konceptit që unë jam më i forti, i pari, kontrolloj gjithë pushtetin dhe nëpërmjet kësaj kontrolloj edhe ata të cilët më shërbejnë mua. E thënë kështu. Çfarë ndodh në konkret? Në konkret ndodh që ne kemi një përpjekje për demokratizim, kemi një përpjekje për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, por ndërkohë nuk kemi kuptuar që institucionet, pavarësia e tyre, profesionalizmi i tyre dhe integriteti i dijes, është fjalë e madhe, po është fjalë me shumë peshë që nuk analizohet asnjëherë, nuk e kemi. Ky është problemi. Dhe çfarë po ndodh tani? Tani po ndodh që kemi dy pushtetet më të rëndësishme, që është ekzekutiv, legjislativi, se i ka një njeri vetëm sot, edhe për shkak numrit mandateve, që është Partia Socialiste me kryeministrin. Parën e dytën e numërojmë 2 herë. Jo, po një është, sepse 83 mandate janë një, me ekzekutiv janë një, ajo një trup e vetme, dhe kemi gjyqësorin, i cili po mundohet të bëhet dhe ai një trup i vetëm nëpërmjet prokuror dhe gjyqtar bashk. Janë një luftë e hapur sepse reforma në drejtësi solli shumë probleme, sot po i shohim 10 vjet pothuajse pas. Por ajo që nuk pritej ishte që të merrte një guxim kaq të madh në lidhje me akuzat e ngritura ndaj personazheve shumë fuqishme të botës politike shqiptare. Dhe gjyqtarët me të drejtë sot ngrihen dhe kërkojnë rritje rroge. Me të drejtë. Prit. Dardha ka bishtin brapa. Është një drejt relative e tyre. E them si avokat këtë, nuk e them fare si pjesë. E them si avokat duke parë këndvështrimin total të sistemit, por e them edhe si profesoris së drejtës. Pse? Kanë të drejtë në masën që gjyqtarët duhet trajtohen me dinjitet, duhet trajtohen me profesionalizëm, kanë një rol shumë të rëndësishëm në ekuilibrat social. Pa diskutim. Nuk kanë të drejtë në pjesën tjetër, sepse çfarë i kanë ofruar ato në këto vite publikut. Çfarë i kanë ofruar ata sistemit të drejtësisë? Çfarë i kanë ofruar ata shqiptarëve në zgjidhjen e vërtet, të shpejtë, efikase, eficiente të sistemit të drejtësisë dhe sa arrogant janë bërë ata, karshi një pushteti që e konsiderojnë të pavarur por që është ndërlidhur, dhe këtu hyn kryeministri Loj.
Mua nuk më pëlqen gjuar e kryeministrit. Mendoj që kryeministri Rama këto kohë të fundit ka humbur shumë pikë në mënyrën shumë agresive të komunikimit. Duhen 83 mandate? Po, patjetër. Por krijon destabilitet social dhe ne shqiptarët vërtet jemi një popull që flem gjumë. Është fakt. Jemi një popull që nuk reagojmë. Na është vdekur shumë herë, 21 janari mendoj që ka qenë pika kulmore e vdekjes së shpirtit të revoltës shqiptare. Prej 21 janarit? Po që për atëherë shif çfarë ka ndodhur pas. Shih gjithë protestat pas kanë ardhur gjithmonë duke u paksuar. Se ka fajnë 21 janari? Mendoj që po, frika është armiku më i madh i njeriut, janë 7 lloje frikrash që njeriu përjeton në jetë dhe më e madhja e tyre është ajo e pasigurisë për jetën. Ajo është më e madhe. Ajo po dominon. 6 tjera? 6 të tjerat janë pastaj me sëmundjet, lidhen me frikën e suksesit, e dështimit, raportet ndërpersonale, njerëzore, janë të formave të ndryshme. Po ajo absolute është frika ndaj vdekjes. Apo potencialisht për të vdekur, sepse ne kemi lindur dhe do vdesim. Lum kush e di këtë. Ç'a ndodheni? Kryeministri me të drejtë në këtë histori thotë, ju nuk mund të kërkoni rritje rroge, s'është çështje vetëm milionash. 37 milion, si ka asgjë buxheti jonë i shtetit, se 37 milion këto po i kanë në një pseudo tender. Tender që s'bën asgjë. Nuk është ky problemi. Problemi është ai nuk do t'i japi këtë lloj kënaqësie dhe pushteti, por dhe autonomia absolute, sepse paraja e di ai se sa i fuqishëm është për të bler apo për të shitur, apo dhe për të krijuar pavarësinë e tyre, dhe normal që nuk mund ta lejoj. Mos thash, e ripërsëris, gjua, ka metoda. Ti mjafton ti ulesh këta prokurorë dhe gjyqtarët ti flasësh me shifra. Ti thua shumë bukur, kërkoni rritje page. Sa efikasitet keni në punën tuaj? Me shifra. Sa drejtësi keni dhënë? Me shifra. Sa ankime në gjykatë lartë keni dhënë? Sa shpejtësia e dhënies së vendimeve nga ana juaj? Ka matje ekonometrike, do t'i quanin ekonomistët reale, për të vlerësuar. Nuk kemi këtë pikë. Për mua gjyqtarët duhet të kërkonin gjë tjetër para se të shkojnë rroga. Duhet të kërkonin ndihmë. Vendima do të thotë na pajisni me njerëz të aftë. Do të thënë rritjen e numrit gjyqtarëve, të ambienteve, të kushteve, të teknologjisë dhe të ndihmësave tranzitor, dhe unë e them gjithmonë. Jo, ndihmësa tranzitor me status gjyqtar, siç e ka zgjidhur bota jashtë, gjyqtar. Po ku të gjejmë ata? Pse, ne kemi 120.000 jurista, pse janë më të mirë gjyqtarët se ne? Sa jurista kemi ne më? 120.000 jurista ka Shqipëria. 15.000 ke vetëm avokat. Do ne i bie 1 në 3? Po, 1 në 3 është jurist. Ue. Dhe nuk kemi ne? Jo, ç'është pushteti, sepse nëse ti merr nga bota avokatisë. Më kujtohet libri endur në tisin e kohës të nuk e di, e ke lexuar? Nuk e ke lexuar? Më mungon. Dhe aty shkruan, ishte një statistikë që në Ballkan, ishin vetëm juristat në Ballkan, Shqipëria zgjidhte vendin e parë në vitet 30. Mirë, në vitet 30 ka dhe një lloj kuptimi se ishin parelit le të themi, ishin ato familjet e ngritura që i çonin Po i çonin, ishin familje të kamura, kemi pas familje të kamura në vitet 30. Kemi pas goxha familje të kamura. Po jo, po një don po ka qenë ëndër. Jo, profesorët më të shenjta në botë, që me lindjen, avokatia ka lindur në shekullin e 4 para Krishti. Shekullin e 4 para Krishti. Është nga më të vjetrit profesione bashkë me një profesion tjetër të nderuar të Harremit e Epsteinit. Ndaj. Ti hapa aq fort dera sa mua do të filloj të trullosen. Rrim te paga. Do të ti thuaj që përpara se të kërkonin rritjen e pagës, duhet të kërkonin ndihmë profesionale që i shërbente misionit të tyre. Na shërben ne gjithëve, qytetarëve. Po i shërben Shqipërisë. Shërben Shqipërisë. Gjëra para të kërkojmë paga thua ti. Ti thua, ti gjyqtar thua unë dua rritje rroge. Po jo, unë po tisha kryeministri këtij vendi. Ka drejt Rama. Do thoshte po ka të drejtë në masën që duhet ta ju thotë dhe ta justifikoj jo me arrogancën e komunikimit agresiv, por me një analizë të ftohtë logjike. Çfarë ofroni ju? Por jo politikisht. Çfarë ofroni qytetarisht? Që Ramës atë këshillëm për ato që tha aty t'ia kisha dhënë ti. Unë e kam shkruar në Facebook, më lexon, kështu që le të shkoj ti lexoj. Lexon? Të kthem përgjigje? Mas mund të më kthej përgjigje ai se. Nuk jam. Rama kthen. Jo, ke gabim, tu e ke gabim. Varet kujt ja kthen. Mirë. Unë nuk jam ka kategoria që i kthehet përgjigje kollaj. Enida, tani për gjithë ata që nuk të njohin ose njohin pak, Enida nuk është thjesht një avokate apo një analiste që e keni parë në media. Enida Bozheku është
një doktor e shkencës të jurisprudencës, e diplomuar në La Sapienza, një nga universitetet më të mira të Italisë dhe sigurisht edhe të kontinentit evropian. Të botës, tek 50 më të mirat në botë. Po, kur themi të Evropës, nuk po e krahasoj me Afrikën unë, po. Jo, të botës më të mirat në botë. Në 200 është në 50 më të mirat në botë. La Sapienza është duhet ta analizoj. Ka lloj rankime shashë. Po, kur themi në kontinent, La Sapienza pa diskutim është një nga universitetet më të mira. Dhe Enida Bozheku, do të thënë, këtë analizë që e bën, nuk e bën thjesht që ka një opinion të vetë dhe kaq, po është formimi i saj që e bën Enida Bozhekun. Enida, tani kalojmë te pjesa tjetër se me gjyqtarët unë e kuptoj që tani i bie gjykata kushtetuese, keni pritshmëri si mund të japi vendimin? E di pse që sa e bukur kjo. Kjo mund të jetë gjykata kushtetuese më e dobët në absolut e Shqipërisë që nga 98 e tutje. Çfarë thua? Jashtëzakonisht e dobët, mjafton të shohësh që kur është miratuar kushtetuta e parë shqiptare moderne në janar 1998. Jo në janar, në janar ishte ajo që u bë që hyri fuqi se ishte me referendum. Se pjesa me referendum. Që nga 98 e tutje, këto janë gjyqtarët kushtetues më të dobët në absolut. Shko shi civine se cilit, backgroundin nga vjen se cili dhe ti totalisht vëduart në kokë. Dhe thua, këta janë babalarët, to quhen babalarët e komi, quhen antartë e gjykatës kushtetuese. Babalarët e jurisprudencës. Po jo, të kombit quhen në parim, sepse ato me ndihmimin e vendimeve që japin për çdo gjë, edhe për politikën. Për gjithçka, për shkak të përmbajtjes së kushtetuesës, ato përcaktojnë dhe fatet kulturore. Ky trup shumë i dobët. Është më i dobët që nga 98 që ka ekzistuar ndonjëherë që nga 98. Çfarë thua? Për mua po. Është mendim personal. Mos keni një natë se do të bësh vetë antar i gjykatës kushtetuese? Jo, nuk ka lidhje, kur t'i vi koha do të bëhem dhe unë, po kur t'i vi koha nuk është koha ime. Se mos ke këtë natë ke aplikuar dhe si e bërë dhe këtë natë? Jo, mund të kontrollosh gjithë fajlet, nuk kam asnjë lloj problemi. Jo, sepse unë jam njeri me këmbë në tokë dhe mendoj që për të shkuar në gjykatë kushtetuese duhet të jetë kur unë të dal në pension. Po ata aty si? Dhe unë jam akoma shumë e re për të shkuar. Ata që janë aty? Ata që janë aty janë njerëz se me sa duket s'kan punuar ditën e vet në ato që quhet drejtësi prej vërteti. Po ti po më frikson? Jo, nuk ka pse të friksoj, faktet janë të vërteta. Trupa më e dobët. Shumë e dobta. Dhe ne kemi çështë, po ne kemi çështë më të rëndësishme. Dy persona, nuk dua t'i bëj emra, që un kam një lloj respekti që vjen nga një praktikë reale pune, Se jam një nuk dua të flas me emra. Jo, reale pune flas në terren që i kanë prek gjyqet. Po. Se një gjë është t'japësh mësim la dhe një gjë është të bësh gjyqe. E di çfarë do të thotë bësh një gjyq që ti merr përsipër barrën e emocioneve të klientit, presionin, arrogancën e gjyqtarit sa gjyqit që nuk e di shumë herë, nuk di atë që ti po thua dhe nga që nuk e di, mundohet me çdo formë të përdosi ty avokatin dhe të nënshtroj se ai është gjyqtari dhe nuk njeh etikën mbi të gjitha. Dhe ne kemi gjyqtarë që nuk njohin etikën, kemi prokurorë që se njohin etikën, se duhen thënë të vërtetat, me gjithë koston që mbart e vërteta. Okej, do të pyes. Kemi disa fotografi tani dhe ta alternojmë edhe me pyetjet. Tani, kjo është foto më e bukur që më ke dërguar. Më dërgove shumë foto, po kjo. Tani babi, do të marrim me radhë. Ti kush je? Unë jam kjo e vogla këtu që duket sikur po ikën. Ajo me shallin e bardhë që duket sikur po shkon gjikundi. Po dhe i vllai? Vllai im. Si që vllai? Ersi Bozheku. Kush? Vllai im është profesor në campus i drejtës penale dhe është koordinatori i doktoratës në Sapienza Tropos. Në Sapienza dhe vllai? Po, dhe vllai. Ne jemi të dy vetëm. Pushtuar Romën? Jo, nuk e kemi pushtuar, por kemi punu fort. Tani, më thuaj pak për babin tënd, një personalitet i mjekësisë, një nga mjekët më të njohur që ka pas Shqipëria, dhe që është ndarë nga jeta fatkeqësisht disa vite më parë, në mos gaboj sa vite më parë? Po, bën 8 vjet tani në prill. 8 vjet tani. Dhe unë shfrytëzoj rastin të them disa fjalë homazh për babain tuaj, për kontributin që ai ka dhënë mjekësi, për sa pacient që ai ka kaluar, por edhe studimet shkencore që ai ka bërë dhe besoj shërbejnë edhe për pasardhës të tjerë, mjekë të tjerë në. Tani, Enida, sa herë që unë të kam takuar ty, nuk ka pas asnjë rast mos përmendësh babin. Po, dëgjoj, unë kam patur timat një figurë shumë të rëndësishme intelektuale, për të qenurit baba. Intelektuale sepse i matë kishte një kulturë, ishte erudit, përpo ishte një njeri që çdo gjë që ta pyesë ai e dinte. Dhe në çdo gjë ai ulet, ma shpjegonte, ma tregonte dhe më jepte edhe librin për të lexuar. Dhe unë jam njeri i lexuar sot, fal ti.
Sepse ai më ka dhuruar libra që kur unë isha 10-12 vjeç, mbaj mend një libër, do ta them këtë se ç'është që lidhet me Marxin. Unë kam qenë 15 vjeç. Po. Dhe unë blej viti 2000. Unë isha 15 vjeç, në bazë versirave. Se ke jetuar? Jo, fare s'kishte lidhje. Unë kisha dëgjuar në shtëpi kur diskutonte Imat me ti me më për Marxin dhe teorinë dhe Imati ishte një çik shumë kundër. Edhe pse për shumë historira të jetës tij, fliste për punën e Marxit, kapitalizmi njërin tjetrën. Ime më e kundërshtonte këto. Dhe unë një ditë të bukur te bloku, me që është akoma ai zotria, në atë kohë blej 15.000 lekë 3 vëllimet e Marxit. Aty që te Po ai aty 3 vëllimet e Marxit plus Valenca e tia, do të thënë kapitali. Kapitali e Kapitali e Marxit, kopertina blu. Blu, po. Blej ato dhe shkoj në shtëpi. 15.000 lekë në atë kohë, një vajzë 15 vjeçare, shumë ti kesh në xhep. Të kuptojmë, jemi viti 2000, ishin shumë. Po 15.000 lekë ti bleve të vjetra. Do unë blej libër. Shkoj dhe blej këto libra. Imat në shtëpi kur hy, çaj ke ato, thot. Libri thëmë. Për qa ma fut në shtëpi këtë? Unë gela, libër. I thash, po e se nga që kam dëgjuar duat të kuptoj më shumë. Mirë, thot, me një kusht. Mbasi ta kesh lexuar të gjithin. Do ta flakësh? Jo, Qarë? do vish ma tregosh se e ke kuptuar. Si e ke kuptuar? Si e ke kuptuar. Mu desh gjithë vera që të lexoj. Dhe të 15 vjeç të lexosh Karl Marx. Disa gjëra po, disa gjëra jo, kuptohet, isha 15 vjeç. Ja shpjegova atij Mati. Çfarë tha babi? Ai sa kisha kuptuar unë dhe tha, mirë, tha po ti do bësh kur e pasur. Dhe kaq, dhe nuk e diskutoj më këtë muhabet. Dhe në fakt unë nuk jam e pasur. Jam njerëz që Po e varfër nuk je. Nuk mund të them që jam e varfër, do ishte hipokrizi nga ana ime. Po, Jetoj si një njerëz stresës mesme, më së normale me një profesion dinjitos, por që punoj shumë. Dhe punoj me shumë mbi të gjitha, kush më njeh, jo për të bërë qefin vetes, por dhe do të pyes për atë se sa punon, për diçka tjetër. Na fol pak për Por kjo e babit lidhe me këtë. Pastaj e di çfarë, prandaj do isha e varfër unë sipas Imati, sepse Imati ishte mjek humanist. Po humanist në kuptimin e mirëfillt fjalës, se unë shumë herë shija në shpirt. Në orën 2 të mëngjesit i binte telefoni dhe ai çoi dhe ikte kudo që të ishte për të parë pacientët. Nuk e bëjnë mjekët shqiptar sot, jo. Ti nuk i thënë njëherë babi mos ik? Jo, unë i kam thënë gjithmonë babi ik, sepse ishte pjesa e kësaj gjës. Mami im ndonjëherë thoshte, "Ç'është kjo burr?" Ja se gjunaf, thoshte se kanë nevoja njerëz. Çfarë mjeku për gjithë ata që na ndjekën? Çfarë mjeku ishte babi? Babi im ishte neurolog në parim, por ishte neuropsikiatër, se në kohën e tyre ti mbaroje për të dy profilet, neuropsikiatri. Mos e bëj babi ka mbaruar jashtë. Babi im ka mbaruar në Paris. Po, dhe në Rumani, ka bërë specializimin atër. Ka mbaruar në Shqipëri, por ka bërë një specializim në Paris dhe një specializim në Rumani. Për shkak kohës, për shumë motive, kush e njeh Imati ka iden, dhe po ishte antikonformist. Dhe kjo ishte gjëja që ndoshta nuk e bëri kurrë të marri pushtet në kuptimin e pushtetit. Çe ke ngjarë babit? Unë i kam ngjarë totalisht. Totalisht, Unë nuk i kam lënë që biles, unë jam shumë herë dhe më rebele se ai se kam një profesion që ma lejon. U mor me politik babi? Babi u mor një periudhë me politik, një periudhë të fillimeve të 92-shit, 92-93, pati dhe një parti politike nga e para, do të thënë ishte PD-ja, Partia Ekologjike quhej në atë kohë. Me Naik Motin atë kohë, Namik Hotin, klasim 92-shi, po, ishte kryetari. Se Namik Hotin tha atë që për Berishën që nuk zbret nga Kali. Nuk zbret nga Kali, po. Mos u thë që e ka këshilluar babi. Ishte marrë nga tjetër kush do me babi? Ishte marrë. Se Imati kishte në klasë, ka patur në klasë, kanë qenë me Speciali Berishën kanë qenë në klasë. Ishin në klasë. Po kanë qenë në një klasë dhe një gjë pozitive e ka thënë gjithmonë. Se kjo duhet thënë për zotin Berisha, që ishte njëri që mësonte shumë, kishte një këmbgulje për të arritur gjërat deri të admirueshme. Por atë të Kalit tani më shpjegojnë që Jo, kjo e Kalit ishte bazuar pikërisht mbi këtë karakter. Pra mbi këtë fakt. Dhe ai i tha Namik Hotit, si i tha, më thuaj fjalë. Nuk e di ajo tha apo jo, se unë këtë ndikoj. Por ndikoj në këtë gjë në diskutimet që bënin, ndikoj sepse e njihte nga ana karakteriale. Flasim nga një njerëz me një temperament shumë të vendosur për të arritur dhe arriti. Kur dilte Berisha në ekran, çfarë thoshte babi? Ndronte kanal. Ndronte kanal, ë? Po kur del Berisha tani që ti nuk e ke babin. Ndroj kanal. Ndroj kanal dhe ti? Të kujtohet babi? Po, sepse dëgjoj. Ata ishin student të mjekësia apo? Të mjekësia. Ishin bashkë në Bashkë, kanë mbaruar fakultetin bashkë. Vitet e mjekësisë bashkë. Më janë një brez. Dhe jo, e di si është puna, unë kam një, duke u nisur edhe nga
nga dija e marrë përmes librave, eksperjenca, sot, analizat, mendoj që në politik duhet të hynë vetëm 2 kategori njerëzish, për mua, për të pasur sukses, të vërtet. Ekonomistat dhe juristat, apo shkencat politike. Gjithçka tjetër është një amatorizëm politik. Dhe po e shohim sot në botë këtë amatorizëm. Ne që kemi, ne të media se me fusim kote. Jo, media mund të jetë, por ka nevojë për një urrit shumë teknike shteti. Teknike. Që mos bëhen gafa, siç ndodhi kjo e zotit Rama dhe po rikthehem me shoqatën e prokurorëve. Tani do të thosh një gjë edhe për mamin? Mami im është kirurge, kështu që unë vi nga familje njerëzish mjekësh. Po si jo mjek ti ja futë juristë. Nuk doni. Nuk donin ata, se ti doje? Unë doja të bëhesha mjeke, por nuk doni, nuk më lanë të bësh. Me këtë pasion tënd ti nuk e di. Nuk më lanë për një arsye, se më thanë do boll nefa. Jo, do vuash... Qa kirurge mami? Mami është mikrokirurgji, ka qenë për 36 vjet kirurgja e lagjes 5 në Tiranë. Të ambulatorit. Tash dikush në familje duhet ishte dorë nga karriera, le të themi, reale. E lartë. Dhe kuptohet që, dhe unë jam dakord në këtë pjesë, që burri për një arsye apo për një tjetër është më shumë në rrugë se sa një grua. Për shumë arsye. E kuptoj. Sidomos familjare, dhe kjo është e drejtë. Foto tjetër? Mo me babin, Ki goca babit? Po, unë jam goca babit, se babi ka unë eksperimentoj. Unë mund t'jem fëmijë një eksperimenti shkencor, do thosha unë neurologjik. Pse? Qa thua muj? Po ta them pse. Mua më rriti me konceptin e çunit. Pra, unë jam rritur si djalë, e lirë, totalisht e lirë. Mua s'më thoj kur mos. Mos këtë se se bëjnë djemta, ose mos këtë se se bëjnë vajzat. Asnjëherë. E lirë, totalisht e lirë. E lirë po e kontrolluar, kuptohet. Pra një lirje e kontrolluar nga larg dhe e zgjuar. Lirje shpirtit, po jo. Po edukata është tjetër gjë. Po flasim e lirë në të qenurin time, të shprehur vetë. Çka ke bërë ti me atë lirinë tënde? Pa më thënë. S'kam abuzuar kurrë. Dhe ky është çelësi pse unë 17 vjeç kam shkuar në Itali me leje prindi dhe kam shkëlqyer në Sapienza. Dhe ky është eksperimenti. Unë kam mbaruar gjuhë huaja. E ke mbaruar gjuhë huaja? Për çfarë? Për gjermanisht. Për gjermanisht, ë? Dhe asnjë se di këtë. Qa thua, moj? Si me gjermanishtë? Mirë. Se s'ta kam dëgjuar, se italishtë... Por jam mirë, shoqyre e kuptoj, akoma, mundohem ta mbaj gjallë si gjuhë, por nuk e përdor, mundohem ta mbaj gjallë, do mbas pak orësh që janë në digjim. Do ti ke mbaruar për gjermanisht, pastaj vazhdove për... Unë kam mbaruar për gjermanisht, po përgjithsisht profili i kësaj shkolle kjo ishte. Po këtu ke qenë bullafiqe. Po, kam qenë më këtu jemi në Itali, më pak më shëndosh, ka qenë diku nga viti 2015 në mos gabohem. Babi i gëzuar, i lumtur me rezultatet e tua, ha? Se e qeshura këtu. Tani ma vazhdo pak ata eksperimenti se se kuptoj. Dhe pastaj eksperimenti i lidhur me këtë ishte ky koncept i lirisë, por liria e kontrolluar në masën e nëse unë i jap këtij fëmije, këtë plastelinën, e plazmoj mi bazë të një shembulli, dhe shembulli vuri veten. Dhe unë gjithmonë dëgjoj histori, unë di shumë histori të së shkuarës, të asaj periudhës e errët, që shumë njerëz nuk i dinë, unë i di. Le ta ndërtoj një arkiv që ecën. Domethënë, unë sot jam një arkiv e asaj periudhe që jam i gjallë. Dhe ai depozitoi, unë nuk mund t'i them shumë gjëra sepse nuk është ky konteksti, por ai depozitoi gjithë dijen e vet, të kohës së tij depozitoi ka unë. Se dijet nuk trashëgohen, Enida. Depozitohen. Depozitohen? Nuk trashëgohet, unë them që trashëgohet, sepse në genet tona dijet jo dija në vetvete. Dija. Dija në vetvete. Nuk trashëgohet. Jo, ajo mësohet dhe shëmbulltohet. Pra, është shembulli. Por informacioni ai depozitohet. Informacione. Foto tjetër. Themi këtë e bëri. Të qenë këto? Të janë dy besat e mia, që janë... Vajzat e vlajt. Që jo, nuk janë të mijat akoma, kur t'i bëj, po njërën e konsideroj si kur ta kem bërë vetë. Jo, akoma jo. Akoma jo, sepse me këtë karakterin që unë kam dhe me këtë mendjen time është shumë e vështirë për tu... Jo, unë kuptoj një gjë tjetër. Ti ke duke pasur modelin e babit gjithmonë, se është ai sindromi. Dhe ti ke ato e krahasuar me babin, gjithmonë lart, ë? Unë jo, nuk është çështja vetëm aty. Mendoj për te intelektualizmi që duhet jetë, se unë kam nevojë për një bashkëshort apo një njerëz që partner, ose quaj bashkëshort, quaj partner, që të jetë njeri mendjes. Pra unë të kem që të diskutoj, sepse një njerëz që nuk di të më thotë asgjë, unë nuk kam ç'e dua. Por duhet të jetë karakter burror. Këto si quhen besat? Ester dhe Sara,
Që Esteri është një kopje e miniature imja, do me thënë nëse do të bënte zoti miniaturën perfekte të dikujt, shëmbëltyr, ka dhënë Ja shikojmë kur vesh vetë me fëmijë, aty pastaj ta shikojmë Esterin pastaj. Për momentin është Ester, jo nuk besoj se kam një lloj lidhje ndryshe. Dhe Sara që është një dashuri tjetër. Rinë në Itali, po, këto jetojnë në Itali me vllajën, me nusën e vllajt. Këto jetojnë atje dhe nuk shqiptarë janë. Në skuptim. Sa shqiptare janë shumë shqiptare. Jo, ne nuk kemi, janë shqiptare. Shorti e vllajt është italian apo shqiptare, por përtej kësaj janë shqiptare dhe në të folur dhe në kulturë. Ose u shikoj që rrinë në Itali e vinë këtu. Jo, po dëgjoj, ne flas, ato janë përgjithsisht nivel intelektual nën mesatar. E kuptoj. Foto tjetër. Sa mirë vjen dhe prandaj nxora që je kështu e lidhur me familjen. Po familja është e para. Tani prit këtu tani është një moment, do të thënë edhe unë do marr pak frym. Jo, shikoj, nuk është vetëm krenaria jote, se çdo shqiptar besoj që shikon një vajzë që diplomohet në La Sapienza, është edhe krenari kombëtare, nuk është vetëm e jote. Unë u kënaqa, unë e dija historinë, po u kënaqa kur e pash të foto që më tregove. Tani, data, muaj, viti? 21 korrik 2008. Se nuk harrohet. Jo, diplomimi. Janë ca data në jetë nuk harrohen, po për diplomimi jo. Dhe ti je diplomuar për çfarë? Në La Sapienza. Atëherë, po, unë diplome kam për të drejtë tregtare në e drejta konkurrencës në Bashkimin Evropian dhe Shqipëria. 420 faqe tezë. Jam e vetmja që ka këtë lloj teze në këtë formë. Tani këtu je përpara kush po të jep diplomë? Pritesh, se komisioni im qelloi që ishin penalistët, gjithë penalistët dhe profesori im, që nuk duket në këtë moment. Edhe është Franco Coppi. Që është ky që po më jep diplomën mua, profesori im, po do të bëhet më vonë akoma më shumë. Dhe Alfonso Stile, dy eminenca të... Tani ky kush ishte që dha diplomën? Tani ky që më dha diplomën ka qenë për më shumë se 40 vite, 45 vite, avokati personal i Giulio Andreottit. Qa thua më? Po, dhe unë jam diplomuar... Franco Coppi, është absolutisht, do më në avokatëve... Tani, unë kuptoj këtë që këtë duhet jetë aq i zoti, sa e nxorit pafajshëm, sa akuza kishte Andreotti? Po ka pasur mbi 700 në historinë e vet dhe mbi 1000 procese. Do të 1000 procese, kryeministri i Italisë. Dhe nuk është dënuar asnjëherë. Sa herë kryeministër? Ka diku 3-4 herë, 5 herë, ndoshta edhe më shumë se s'mend. Diku 700 e ca, 800 akuza dhe mbi 1000 herë dhe 1000 procese, mbi 1000 procese. Rreth 800 akuza dhe 1000 procese dhe ky avokat i nxorit pafajshëm. Ai burri aty po. Dhe ky të ka dhënë diplomën ty? Dhe unë kam një krenari të veçantë. Kë ke klienti muj? Nuk ka rëndësi, klientemi nuk ka rëndësi, por jo, në Shqipëri ndryshon ka një për klientët do të flasim pak ndryshe. Tani, profesorin e kishte takuar më përpara? Po, patjetër se ne kishim në auditore dhe unë ndiqa me shumë kënaqësi. Në moment, më thuaj tani çfarë kanë në këtë moment. Ju deklaroj doktoresh, se ne kështu e kemi, ju deklaroj doktoresh në doktoresë në jurisprudenca dhe ju jap pikët maksimale që në Sapienza. Pikët maksimale? 10 pikë ishin pikët maksimale. Dhe unë domethënë kam qenë njeriu kur kam dalë që aty unë nuk e di si kam qenë. Çka ke bërë? Isha shok. Jo, nuk ka, ishte. Po shumë e qetë më dukesh aty. Natyra jote ekspresive dhe aty shumë e qetë. Jo, para këtyre kollozëve. Dhe kjo është diferenca. Para këtyre kollozëve të mendjes, si këta nuk ishin vetëm teknik penal, këta ishin njerëz erudit, ti përveç se të ndihesh i bekuar që jenë prani të tyre, heshtja është ajo që flet më shumë për respektin ndaj tyre. Tani, më ngacmove me këtë që ke marrë 10 dhe Bashkimi Evropian dhe Shqipëria. Më thuaj vetëm një gjetje që të mos bëjmë doktoraturë këtu, vetëm një gjetje nga punimi yt. Jo, gjetja në atë kohë ka qenë që ishte sa kishte, unë jam 2008, në 2003 kishte hyrë ligji për konkurrencën në Shqipëri, 5 vjet, një ligj shumë i dobët, absolutisht. Dhe çfarë gjetje? Gjeta që ligji nuk ishte funksionar dhe do të gjente aplikueshmërinë konkret Shqipëri. Sot mbas 23 vjetëve sa kanë shkuar, konfirmohet. Profesorit tënd, avokatit të Andreottit, i ke marrë në një gjë? Çfarë cilësi i ke marrë? Çe i ke vjedhur profesionalisht? Më thojnë sa. Këmbguljen. Këmbguljen, no? Ke fituar në gjyq fal kësaj? Unë kam fituar shumë gjyqe. Jo. Ke kujtuar profesorin tënd? Patjetër. Unë i kujtoj gjithmonë Alfonso Stile dhe Franco Coppi, unë i kujtoj gjithmonë dhe profesor Ramacin, por është pak ndryshe. Tani profesori e dinte që ishte shqiptar ti? Patjetër që e di. E dinte? Sa në gjë për Shqipërinë? Jo. Ishte një burr, është një burr i një kalibri intelektual. Aty kishte shqiptar tjerë emigrant aty? Kishte. Jo, ne kemi qenë në vitin që jam diplomuar unë, ne jemi diplomuar 3 shqiptar. E para isha unë, në tetor një tjetër, ishte viti. Në atë vit, se gjithmonë janë diplomuar. Foto tjetër.
Se di këtë, bravo. Okej, kjo është sot. Tani ti je te kolegji universitar Qiriazi. Po. Unë kam qenë vetë aty dhe të kam parë. Edhe më vite mirë që jo thjesht ishe vlerësuar nga stafi pedagogjik, po edhe studentët donin shumë, burra e rekte, donin studentët. Sepse, dëgjoj, marrëdhënia me studentin duhet jetë autoritare në imponimin e dijes, por njerëzore në mënyrën se ti ja jep dijen. Ka nga ta pedagogë shumë. Ka sa të duash në Shqipëri, ashtu janë treqereku. Ashtu janë treqereku. Po janë treqereku, kush nuk ka studiuar jashtë nga pedagogët shqiptar, nuk e kanë konceptin e të qenurit njerëzor me studentët. Nuk e kanë fare këtë. Humanizmin e komunikimit nuk e njohin. Se njohin fare. Unë ndoshta këtë e kam marrë pak nga baba im, edhe për te profesorëve të mi, se dhe i matë nga që studuar në Paris, pastaj pedagogë në Shqipëri. 1/3 pedagogë shqiptar janë jo njerëzor. 2/3. Që kanë mbaruar në Shqipëri, flas që janë kontingjent puro shqiptar. Puro shqiptar nuk e njohin. Po është mendësi që është trashëguar. Kush ka eksperiencën jashtë e kupton që ka një qasje tjetër. Dhe ti duhet ta bësh studentin ta dashuroj atë që ti jep. Foto tjetër. Shumë vërtet. Okej, kjo zyra ime. Tani, sa gjyqe ke fituar? Shumë. Sa ke humbur? Pak. Dhe unë zakonisht humb shumë pak dhe dal me atë fitore 0-0. Është ideale. 0-0 do të thotë që ti ke një gjys fitore, nuk e ke të plot, por që je okay. Cili është gjyqi që domethënë e ke kështu modelin tënd, kazusin tënd? Tash në gati 20 vjet karrierë, më thënë drejtën as nuk i mbaj mend më. Po një tani e mban mend tani se s'ka vuar gjyqi. Ka qenë një në Itali në fakt që ka qenë për në Itali, jo këtu. Në Itali, me këtu. Ç'e këtu. Këtu kam probleme unë konceptuale. Ti je avokate edhe në Rom? Unë jam dhe në Rom edhe në Tiranë. Po? Ne kemi një zyrë bashkë me vllajin tim. Vllai im është titulari sot, unë jam këtu i zyrës ligjore që kemi atje, që është afër Piazzale Claudio, që është gjykata penale. Dhe një atje ka qenë shumë i bukur si gjyq në fakt dhe i vështirë, që ka qenë për dhunë seksuale. Marrëdhënie seksuale me të rritur me dhunë. Jo, italian. Me shqiptarët ka qenë pak më problematike situata. Po, do të thonë ishte burr? Ishte burr, por situata dhe këto janë çështje shumë delikate, shumë vështira. Po sensitive. Se për te sensitive janë dhe të vështira në provën e tyre, në mënyrën se si duhet. Ai akuzoi, në fakt doli i pafajshëm. Për çfarë akuzoi? Akuzoi për marrëdhënie seksuale me dhunë me një grua të rritur, por që e vërteta doli komplet ndryshe, ajo thjesht donte ti merrte më shumë para akti dhe përdori këtë skem. Për të doli pafajshëm. Drejtësia italiane unë kam një. Ishte arrestuar? Po. Ishte arrestuar dhe doli pafajshëm, a? Po, doli pafajshëm. E doret pafajshëm. Po nuk është se e nxorra. Po aftësia jote? Jo, nuk është vetëm aftësia ime. Po e kujt është? Është edhe aftësia e gjykatës për të dëgjuar dhe për të qenë profesionist. Po si the ti, Jonida. Jo, në Shqipëri thoja sa të duash, por nuk ndodh. E kuptova. Foto tjetër. I shtrur me këtë Shqipërisë mua. Jo, nuk ta heq, është fakt. Si janë studentët? Si që duket gjithë e kanë mëndike si isha me të shof, kështu. Po si të zusha vetëm një djalë aty, më? Mirë, kjo ka qenë klasë, ka qëlluar, po përgjithsisht vajza kanë shumë mirë, vetëm vajza kanë në auditor tani. Po djemt, dëgjoj, kjo është fatkeqësi dhe plagë e Shqipërisë. Ja, po vetëm një djalë aty. Djemt tanë dhe mua vjen shumë keq. Dhe ikin. Kanë emigruar dhe mua vjen shumë keq për këtë. Kjo tregon që politikat shtetërore, gjithë politikat e këtij vendi tonë e dëbojnë forcën e rinisë dhe kjo për mua është plaga më e madhe që ne kemi. Ke një histori ta ndash me një studente që me të vërtetë është e talentuar dhe do të thënë ajo ndoshta si ka mundësitë për të studiuar jashtë sepse niveli i saj është i tillë? Nuk mund ta them shumë këtë. Po? Për arsye se unë jam universitet privat dhe normalisht familjet mundohen t'i gjejnë të ardhurat. Nuk janë pagesa shumë të larta, por mundohen t'i gjejnë. Ata që duan t'ikin jashtë, realisht që duan t'ikin jashtë e gjejnë mundësi. E gjejnë, ë? Dhe më të mirët e më të mirëve, dhe të e them, janë jashtë. Janë jashtë? Edhe në gjithë universitetet. Ti pse nuk jep në universitetin shtetëror? Jo, po unë jam overqualified për universitetin shtetëror, kështu që mos u hin. Jam mbi kualifikuar dha për universitetin shtetëror. Po, aty po ti pranojnë, ë? Jo. Po pse? Po se ke mbaruar jashtë shumë mirë, ke bërë shumë gjëra jashtë, i ke të gjitha jashtë. Çfarë thua më? Je karakteri problematik, nuk je konformiste. I ke ngjar babit. Foto tjetër. Po babi ishte ama.
Okej, këtu është në fakt është një ceremonial që Universiteti Jon bëri për mbaj mend dhënien e titullit honoris causa zotit Enver Hoxhaj, ish ministri i jashtëm të Kosovës, një burr shumë i nderuar, shumë i respektuar. Dhe ju dha honoris. Dhe i dham honoris causën dhe ma dha mua nderin që të bëja pjesën e prezantimit, referimit, moderimit. Dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur, sepse unë që jam e duar me këmbë stil italian i pastër, domethënë kështu ajo gjaku që vlon, këtu pikërisht konteksti të bën që ti të përshtatesh në varësi të situatës. Jo, ishte konteksti, ishte Po dhe tjetër. Këtu jam këty. Këtu jam të ty, thot. Këtu është një nga emisionet që kemi bërë bashkë, duhet jetë viti 2017. Pyetja. Dhe ka qenë një pyetje që lidhej. Jo, pyetja ime tani. Enida, të ka pëlqyer ekrani? Jo, unë nuk e se e kam pas në njërë ndër ekranin, apo jo, fare. Okej. I përshtatem. Mendimi yt publik është i vlefshëm. Ti je intelektual, do të thotë që ti mbash në xhep ato që di. Edhe atë ta kesh kornizë në mur. Shumë drejt. Diplomë, se ti merr la sapienza dhe e mban të varur murat apo pasaj. Që sa gjëra ndam neve këtu. Asnjë se dinte. Për të parë thua këtë që profesori yt ishte avokati i Andreotit? Po, se kam thënë një herë se nuk. Po pra, po shiko. Po jo. Pritani, se këto dije, qofse ti mban për vete dhe varën kornizë në murat, nuk vlen. Dakor, po do të ketë dikush si ty që ta nxjerrë. Pse e ke ti këtë që gjërat tua i thua publikisht dhe një pjesë e mirë e shqiptarëve të diplomuar dhe jashtë nuk e bëjnë? Kjo është pyetja. Atëherë, si fillim në çështje karakteriale. Është karakter. Është karakter, është i mbrëmshëm, e para. E dyta është model familjar. Do unë folëm për tima, folëm për nënën time. Është karakteri që formohet dhe brumoset në atë eksperimentin që unë tregova familjar. Është mënyra, ndoshta ADN-ja, intelekti. Unë kam pasur një reakcion familjar në kuptimin pozitiv. Unë kam dhe dy gjyshër dëshmor të adeut që kanë dhënë jetën për këtë vend. Gjyshi im nga ana e babit tim është dëshmori adeut dhe në 43-shin Adem Bozheku, që ka dhe varrin ke varret e dëshmorëve të Vlorë, dhe ka dhënë jetën për atë, pra i vlon gjaku. Po nga mama? Nga mami im, Refit Jazo, që është dëshmori adeut dhe është ai piloti që në vitin 70 ka qenë partizani, ai partizani Velo që thoni ju nëpër filma, ka qenë gjyshi im me koncepti. Se ai iku nga familja dhe mori atë pushkën në vajtin. Dal, se nuk kaloj kështu kjo. Shumë informacion. Prit. Po dale tani. Do të thotë babit e morën vesh. Është tani edhe një herë babi mamas tënde, gjyshi yt, nga ishte? Gjyshi im Dukatas. Nga Dukati. Nga Dukati. Ishte partizan? Vajti 13 vjeç partizan. 13 vjeç partizan është partizani i vogël Velo. Do të ai origjinali. Ai origjinali në kuptimin e jo, origjinali nuk quaj Velo, po ai partizani shembull, po, modeli ishte gjyshi. 13 vjeç, ishte një lloj, ishte një lloj vetarizmi, unë do të thosha sot, po pse, mo pse. Po na thënë një gjë për Po pse, mo pse. Ç'a ndodhi? Pastaj, jo, gjyshim, shoqër zotit ky tjetri jo, pastaj u shkoi 6 vjet bëri në Rusi te grupi i pilotëve bashkë me Niko Hoxhën dhe disa pilotë të tjerë. Po pra, do të thënë, grupi pilotëve, pas lufte shkoi në Rusi 6 vjet. 6 vjet në Rusi dhe u bë pilot komandant. Ai ka ndruar jetë mos gaboj? Në vitin 70 kur u doq me avion dhe bërin spërkatjen e Lushnjës, ose mbani më 40 vjeç, qose ju kujtohet historia e po, në Lushnjë kur bëshin spërkatjet anti-mushkojnë gjëra që s'bën sot. Avioni i tij mori flak në ajër tek po bënte spërkatjen dhe u doq me avion 40 vjeç. Partizani i vogël Velo. Ai partizani diku do të vdiste, si thua, historia e jetës. Shmiri. Çon si ka është jeta. Dhe dëshmorja e deut normale sepse ra në kryet. Patjetër. Se ka rënë në detyrë. Po patjetër, kryet detyrës, ai u ngrit për detyrë, s'u ngrit për. Dhe isha ai grupi adetar që dashurinë për adeun e kishin absolute dhe tani dhe ti thua nga të buron, po ja pra se unë e kam gjak. ADN-ja është gjë më e rëndësishme që ne kemi. A ju thatë që parë dhe po e ndërkohë isha duke menduar, dia nuk trashëgohet. Në fakt, elemente të asaj dije të akumuluar mbarten në genet tona dhe përcillen. Futen dhe rezervohen në pasazhet që kemi. Informacionet. Ato si thua, lidhjet. Edhe aftësia. Jo, por dia në vetvete se të shtyn tek diçka, të shtyn tek ajo gjë. Të shtyn, sepse e ke ti në gen, është një informacion që është brumosur në genin tënd. Mund të ketë Enida Bozheku në një mendim që
ti nuk e ke thënë publikisht. Mendim të rëndësishëm, pa them, fare, se ke fare këtë kompleksin. Pse du të kem kompleks, unë jam njeri I lirë. Kompleksi është për ata të cilët nuk zotrojnë dijen. I ndrit shpirti babit tënd që të ka edukuar kështu e një do. Ta thash që kam jam eksperimentit mati. Këtu je në? Kjo është e fundit, tani tek emisioni I zonjës Grida Dume, ka qenë për një temë. Ka qenë në Top Channel. Po, ke topi. Për një temë tash në shtator, më sa mbaj mend, duket se ishte dasma, se kush bëri një dasmë, se kush u martua, domethënë, një nga këto fëmijët e një politikani. Edhe Të kisha dasmën. të kisha dasmën. Foto tjetër. Po këtu? Kjo është tek Si panel. Po, është një emision që unë kam shumë qejf dhe më pëlqen shumë moderatorja, që është Mazdita, që është Rudina. Magjistari e ke fjalë? Magjistari, po. Dhe unë kam shumë gjanë Rudinën vetë, më pëlqen shumë e ëmbël, shumë e këndshme. Dhe këtu ka qenë nuk e mbajmë për një temë, tash s'më kujtohet se ka një 2 vjet, për një temë nga këto të bukura që bën ajo, kulturore. Një temë kulturore, dhe mua më pëlqejnë temat kulturore. Jo, ty të pëlqejnë temat kulturore, po ti je për gjëra të forta Elida. Dakor, po duhet të thyer nga njëherë. Mirë, pa diskutim. Foto tjetër. I vura këto që të shkojnë të një foto finale, jo. Mirë. Sepse ti identitetin tënd, themi, e ke pasur me emisionin e Artur Gjej. Prandaj vura ato te mua, te Top Channel, për të arritur këtu që e kishe identitetin tënd. Tani duhet të thuash disa fjalë edhe për eksperiencën që pate me turin, edhe për emisionin dhe gjëra që ne nuk I kemi dëgjuar ndonjëherë mund na I tregosh. Atëherë, unë sot kur shoh ekranet shqiptare këto të mediave prime time-et, ndjej bashllëk. Po jo personalisht, jo vetëm unë kam diskutuar dhe me të tjerë. Mungona figura multidimensionale moderatorit, sepse Gjej kish diçka të veçantë, ose unë e konsideroj të veçantë, që përtej se moderonte, ai hynte në debat. Dhe kur e shihte për shembull që ja kishim kuptuar stilin, kishte situata që mbase mund të rrëshqiste gjëja, ai hynte vetë dhe mbante vetë diskutimin. Dhe për mua kjo është diçka shumë unike dhe që mund ta bëjnë, e ishte stil italian, e hapte, dhe prandaj ishim të dy shumë afin, si do të thoshte Goethe, afinitet intelektual, për shkak se ai e fuste veten në lojën edhe të pasajt analistit. Por të analistit me mend, jo të analistit vend e pa vend. Pra jepte mendimin e vetë përmes diskutimit. Mua kjo më pëlqente shumë tek ai. Përveç se unë mësova zhgënjimet e tij, dhe them publikisht këtë, sepse ai tregonte histori, nuk dua t'i them se janë personale, po jo zhgënjim profesional. Jo, të ambientit ku jetonte, ajo e intelektualit, kupton? Ai zhgënjimi intelektualit në këtë vend, që thoshe po mundohemi, po pse nuk e dalim dot. Ato pyetjet ekzistenciale, që mendoj që çdo intelektual I bën. Dhe Gjej shpeshherë diskutonte këto gjëra, që ishin të një natyre jo banale, jo një diskutimi mediokër, po një diskutime real, të thellë për të hyrë edhe në botën e emisionit, dhe këto diskutime bëshin gjithmonë më herët, para se të hynim në emision. Pra ishte një lloj para përgatitje që ai bënte mbi disa gjëra që duken kështu si përfaqësore, por kur I hyn në analisti kupton edhe si do hysh në emision, me çfarë shpirti do hysh. Dhe unë mendoj që kemi humbur të gjithë ne, bota e medias, por publiku, kushdo që për te atyre që e kanë njohur, kemi humbur një njerëz të mendjes, një erudit që ishte shumë I domosdoshëm në këtë ekranin ton të vogël. Ju e keni provuar vetë, ju keni shkruar libra vetë. E shumë mirë sa e rëndësishme është që në një moment mund të trashëkasi ai I ftuari në gjëra. Kam një kujtim me turin, që librin tim 100 vrasjet më të bujshme, kopjen e parë, kopja 0 madje. Jo kopja e parë, por kopja 0. E dua patjetër tha dhe ka bërë një reklamim që nuk e harroj kur. E nxori e vuri librin këtu, tha, ky është libri, tha, I Roland Çafokut dhe Bilu bën shumë xheloz ata kolegë miq aty dhe në televizion te Ora News, ore, se s'ma dhe mua po janë dhe turit. Po gjëra për të qeshur. Po ishte por ai është shumë të drejtë për ato që the, edhe media ka një bashllëk të madh. Poliedrike do të thosha, ishte një kaleidoskop mendimesh. Unë kështu e konsideroj. Shumë e vërtet.
Tani në njërë të emisioni turit ti ke bërë dhe ke pasur dhe ca virale aty. Pa tjetër. Tjetë Enida Bozheku, po s'ket virale. Enida, unë po presë që të bëjnë një gjë virale me mua, dhe marrë një gjë aty. Unë them ta nga svoj, mos e nga svoj. Ta nga svoj, pasaj shikoj në i shishe, në i... Ato i bën Laert Vasili, nuk i bëj unë. Ato me shishe i bën Laert Vasili. Po, pati tjetëri ti, a ktheve ja bërë... Mirë, ajo është pjesë e instiktit mbrojtës dhe mbi të gjitha e dignitetit. Unë kam një parim. Ne vlerësojmë mendjen e njeriut, jo seksin apo gjinin e tij. Gjinin mos më intereson. Mua mendja nuk ka gjini. Këtu është vlera e individit. Për mua mashkull, femër, s'ka si vlerë. E që e bërë është Arben Meqës? Tani Arben Meqë është një personazh, unë nuk e di pse është reklamohet në emisione dhe them publikisht këtë. Më duket absurde të reklamosh një njerëz i papërshtatshëm, se do përdora një fjalë tjetër, por nuk e them. I papërshtatshëm, pse? Nuk mund t'i japësh zë dikujt që bëhet jurist, dikujt që bëhet gazetar, dikujt që bëhet politikan, dikujt që bëhet i gjithdijshëm. Po thuaj që e kishe fajin Turgje? Jo. Turi e ftoi dhe Turi e ftoi për një situatë caktuar. Pra, e ftoj tani, ai ka një profilin. Një sekond, dua të dalë pra. Po, që analiza zeza tash e thënë nga Arben Meqë, analiza duhet të kesh stomak për ta duruar. Se e pam, vlera e tij u tregua tek një diskutim intelektual. A flasim për intelektualizëm? Po. E pam vlerën e tij. Jo, unë nuk jam dakord. Dhe Turgje mbas asaj nuk është se e mori më, ose të paktën edhe kur e mori dhe një herë tjetër tha, unë më shumë për të mos edhe e ka thënë. Më shumë për mos prishur ekuilibra, sepse janë ca ekuilibra që duhen mbajtur, po unë s'kam qenë asnjëherë, kuptohet. Po ti ke takuar mbas emisionit me? Unë sa herë që më ftojnë në një emision i dhe më sillnin çiklistën. Absolutisht. Është një çështje digniteti. Digniteti vlen. Do të thuaj që po të jetë ky i vëkushtë. Jo, sepse nuk është i barabartë me mua. Nuk mund të ulem unë në një tavolinë me njerëz që nuk kanë intelektualisht barabartë. Ti ke mendimin tënd? Po unë e pranoj dhe unë nuk vi. Po më the mua se unë jam keq naty, po më the mua që këtë se dua, këtë e dua, s'të ftoj më unë. Punë e madhe. Punë e madhe se të Ka hapësira sa të thuash. Me vërtet, ë? S'keni faj, jeni bërë kështu, jeni bërë kështu tani se ka shumë televizione pa. Po pra jemi shumë. Bën dot çuni tani. Unë kam ecur me një parim shumë të mirë. Sigur ekziston Facebooku, që është arma më e mirë. Unë për shembull në Facebookun tim kur shkruaj, nuk shkruaj për ditë, por kur shkruaj unë mund të marr 50.000 shikime. Tani, ke parasysh 50.000, nuk e arrin dot një emision. Jo se them në gjë të mençur, por sepse di se çfarë do publik. Nga statuse i Facebook që kishte shumë pak atëre të kam marrë. Kujtohet se para 10 vjet. Shumë pak, por ishte mendimi. Po jo, po pëlqenin prapë, prandaj thotë. Foto tjetër. Se dikte. Kjo është një gjë, ja do ta them unë. Unë jam pjesë e Rotary International, që është një organizatë ndërkombëtare. Unë e shoh gjithmonë si pjesë. Këtu jemi, mu ke përballë me piramidën, ku është vëllezrit Frashëri, dhe me një iniciativë që bëm me disa mish italianë që janë dhe pjesë e Rotary dhe ata Rotary International Roma dhe distriktit shqiptaro-kosovar, jemi bashk. Është vetëm ajo gjë që ne jemi bashk, Shqipëri-Kosovë. Bëm një donacion të vogël me disa pankina që të ulen në fëmijët të moshuarit, nënat, kur dalin aty ke sheshi i fushës, është një fushë sportive aty, për të qëndruar. Dhe më nësë thjesht një donacion për qytetin, për Tiranën, që unë kam shumë dëshirë të japë. Dhe me thënë, ka vënde për të bërë bamirësi të vërtet. Jo, në kemi bërë shumë, për shumë në organizatën e Rotary International, është bërë spitali tash i syve në Lezhë, ambulanca e dhuruar në Shkodër, projekte për të rinj sa të duash janë bursat që jepen. Model çiklogaria kështu, natyrë ekspresive, pasionante dhe kaq shumë bamirëse. Unë jam shumë bamirëse. Kam parasysh Nën Tereza. Jo, Nën Tereza nuk jam, se me këto të fundit kam edhe frikë me thënë, po me këto vina ka zënë të merri, me këto të Epsteinit nuk po di kush është e vërteta dhe kush është e pa vërteta. Po se janë shumë situata që po ndodhin të frikshme dhe po mundohemi të metabolizojmë informacion. Ai mbi emri shqiptohet edhe gabim edhe korrekt. Si është Epstein apo tani nëse do ta thoshim gjermanisht, do të ishte Epstein. Epstein pra? Epstein apo. Kto e bën Epstein? Po, amerikanët e lexojnë sipas leximit. Jo, e duhet lexuar gjermanisht? Teknikisht po, me rregullat e gjuhës po. Ti gjermanisht folse? Epstein. Epstein është korrekt. Po Epstein, Epstein, Epstein. Në gjermanisht është Epstein, E-I-I. Çfarë po ndodh? Po ndodh që, dëgjoj, unë nuk jam shumë e surprizuar në masën e kësaj morie njerëzish kaq të rëndësishëm pjesë e këtyre lojrave me karakter seksual. Po?
Ajo që ndoshta ka filluar të më shqetësoj dhe nuk e di sa e vërtetë është se informacioni është i frikshëm, është nëse realisht janë këto rritet me këtë qasje satanike apo jo. Po që kanë ngrënë njerëz? Deri ke ngrëna, atëherë, deri ke kjo e gjakut, kam përshtypjen që po, sepse ne edhe po të shohim Si kanë ngrënë njerëz? Jo ngrën, tek gjaku, ke transfuzionet me gjakun dhe gjitha këto, mendoj që po, sepse sot edhe kirurgjia estetike që bëhet për rinovimin i përdor. Te kjo e ngrënjes fëmis më duket pasaj e tepërt, nuk dua ta pranoj, nuk dua ta mendoj, më fut një gjendje ankthi, le të themi, dhe kur dëgjoj emra që mund të jenë përfshirë shumë të rëndësishëm, jashtëzakonisht të rëndësishëm, aty unë ndroj bëj skip sepse nuk, jo, është e pa. Po skandale seksuale, po abuzime seksuale dhe Dgjoj. Historikisht kanë qenë, janë dhe do të jenë. Kanë qenë, janë dhe do të jenë. Po mirë, kur bën nga figura të Jo, ato janë bërë gjithmonë. Po nuk e bën ai shkreti që është duke punu gjithë ditën nga mëngjesi në darkë me kamz, me kazëm. E bëjnë elitat. Sepse elita, seksin e ka shfryrje, është valvull shfryrje. Njerëzit që punojnë me mendje, përgjithsisht apo që kanë konceptin para, mendje, pushtet, dinamikën e shkarkimit të tyre të stresit e kanë ke hardalisja totale që seksi është pjesë e lojës, është pjesë e instinktit njerëzor. Është në një moshë të caktuar, është pjesë e një mekanizmi të mbrëmshëm për të thënë jam akoma në gjendje apo s'jam, dhe është psikologjike për treguar a jam akoma viril, mashkull. Dhe në mosha të caktuara më të reja është një lloj pangopsie që ekziston në qenien e njeriut. Njeriu është i pangopur gjithmonë. Dhe pastaj seksi është bota akoma më e errët e saj. Më falë, të ka shkruar Desad pa fund për këtë. Librat e Desadit, Desadi është babai në Francë, u burgos shumë herë për këtë punë. Dhe ai ka treguar, unë realisht nuk u mrekullova në kuptimin negativ të fjalës, ose nuk u çudita më sakt me këtë të Epsteinit, sepse kisha lexuar Desadin, Markezin Desad në të gjithë librat e tij dhe janë pjesë të Desadi. Jo, ke Desadi janë këto që po shoh këtu. Tani Shqipëria dhe shqiptar në këtë dosje, do këtu është ajo që na tërheq më shumë. Unë nuk mendoj që ka shqiptar në këtë dosje, pse se jemi shumë të vegjël ne për ato nivele. Del emri. Dgjoj, doli emri i zonjës Atifete Jajaga, por është një ish presidentes së Kosovës. Është një tret. Aty efektivisht aty nuk mund të themi tani, nuk mund ta akuzojmë se një tret flet për një të tretë. Jo, dhe ajo reagoi dhe tha që s'kam lidhje fare. Është shumë normale, sepse aty mund të jetë varet se ata në atë rrjetin e tyre, edhe në këto të fundit që po dalin, diskutimin e bëjnë të bazuar mbi si thua potencialin e këtyre individëve që i duhet t'i afrojnë në disa diskutime. Në të tjera, flasim faktikisht se i kanë mbaruar punë, si më thënë. Pra, 3 milion falet e para, se do dalin dhe 3 milion të tjera, janë shumë, duhet shumë kohë për t'i parë, nxjerrin atë të vërtetën e madhe që bota, gjithë bota, drejtohet në politikat makro të vetat nga pushtete ekonomike. Pastaj, nëse mbas këtyre fshihen akoma botë më të errta për të kontrolluar këta individ, padyshim që është po. Përgjigjja është po. Po Shqipëria e ka këtë botën e errët? Ne e kemi këtë botën e errët. E kemi, nuk ka se si mos ta kemi, edhe ne njerëz jemi. Po pushtet ka qenë një shprehje në kohën ti di shumë mirë. Pak më herët, unë nuk e them dot për çështje etike, po pushtet para dhe diçka tjetër. Dhe ti di shumë mirë këtë. Kjo ka qenë edhe në kohën e komunizmit. Nuk e se s'ka qenë. A është edhe sot këtu? Sot është me fuqishme se kur. Ekziston? Sot është me fuqishme. Po si s'ka dalë? Do dalin. Publik, do dalin? Po, ne tani në thashë themet e pallatit, po i quaj kështu, më pëlqen shumë ai pallati. I veti libër që unë adhuroj të Ismail Kaderesi vetmi, Pallati i Ëndrave. Tani mos më shkënjej këtu. Është pjesa ime. I vetmi që unë adhuroj thash. Dora tjetër adhuroj. Është Pallati i Ëndrave. Pallati i Ëndrave ishte për komunizmin? Jo, lexoja sot në kontekstin e sotshëm. Ti thua që ajo vlen për të gjitha kohë. Në të gjitha kohë, prandaj është i pa kohë. Ai është i vetë për mua, është i vetmi libër i pa kohë i tij. I vetmi, gjithsesi. Foto tjetër. Po, pas kam goxha. Kjo është një foto që unë kam bërë në Muzeun e John Nealit në Korçë. Do me thënë fotografi i famshëm. I famshëm, që unë kam, unë si individ, adhuroj artin. Do me thënë, unë jam një ardashse patologjike. Sa piktura ke në shtëpi? Pa fund. Vërtet? Kam totalisht pa fund. Jam një koleksioniste e frikshme. Cili është autori? Më i mirë shumë mund të kem, Gjokaxhin, që është një dhuratë që i është bërë babai tim, po, që nuk është jeton më, dhe është piktura e parë që ai bëri pas.
Të huaj kam disa të ndryshëm, për që nuk janë italian, kam të ndryshëm, për që nuk është se janë shumë të njohur. Unë i mbledhën për qele bukura, jo se janë emra. Dhe këtu ishe te Muzeu i John Millit dhe subkonshi, dhe ajo, domethënë, e bukura e teknikës se ai përdorte me dritën, është që nxjerr në pa subkonshin e secilit nga ne. Subkonsciencën e ke thënë. Po, atë që është mendimi jonë subkonsh, ajo e pa thëna, nënvedia jonë. Mua nënvedia ime më ka nxjerrë infinitin, po ta shoh, shenja që unë kam bërë në errësirën e dhomës fotografike është infiniti. Miqtë e mi që ishim një grup shoqëror, të gjithë bën shenja të ndryshme. Dikush një shenjë, dikush. Ti bëre këtë? Mua kjo dhe 2 herë e provova dhe herën e dytë, sepse tash dhe më dori po njëjta. Ishte çështje subkonshit. Foto tjetër. Ja, pas kam pas goxha. Okej, është prapë bamirësisë. Unë e vendosë se këtë pas gjithë kuptova. Pa thëmë unë. Kjo është prapë një gjë bamirësie që është bërë 10 në shtator dhe është bërë ke Rotarit. Në atë kohë presidencën e kisha vetë dhe është bërë ke shtëpia e fëmis e Zylbera Lulli. Dhe ka qenë një investim me shumë dashuri. Që nge një lojt në Tereza tani, mos më thëjmu. Nuk jam në Tereza, por e kam bërë me shumë dashuri. Atëherë një falënderim edhe drejtoreshës Zorin Zvalbona që e pyeta dhe i thash ne duam të bëjmë diçka për na thuaj çfarë ka nevojë fëmit. Unë nuk bëj bamirësi me çfarë dua unë. Pyes çfarë duan ata dhe ajo më kërkoi libra. Një mikesha i me solli 2 valigje të mëdha me librat e fëmijëve të saj. Dhe i quam edhe materiale shkollore, tha. Dhe ne quam shumë gjëra, këto bibliotekat në mur për të vënë librat, raftet për pikturuar, shumë gjëra të bukura. Foto tjetër. Këtu jam lezhë, pra për bamirësi. Ti je Skënderbejane? Se ajo të varri Skënderbeu? Po. Pra. Jam pra për bamirësi. Si për përmirësi? Në Lezhë ne kemi... Jo, mbrapa shkuam, sepse ne kemi dhe të rinj, shumë të rinj që e aktivizojmë, një grup të mirë të rinj, që nga mosha 17, 16, 17, 18 vjeç, dhe shkuam në Lezhë, po unë ishë organizatorja si gjithmonë në këto gjëra, dhe mbollëm 21 pemë, në sheshin, një nga shesha që është përballë gjimnazit Lezhës dhe një tjetër gjimnazit të motrave katolike, nuk e di tash emrin, që mbollëm diçka aty, me komplet të kontributit tonë. Thjesht është vizitë të Skënderbeu? Dhe këtu jo, shkuam vizitë për fëmijët. Nuk ishte kote imja. Ne quam dhe fëmijët dhe i treguam dhe një herë historinë, sepse shumë nga ata mund ta kenë dëgjuar, por një gjë është kur edhe e sheh. Dhe më pëlqeu sepse është gjithmonë bukur të shkosh në një vend që ne kemi një hero kombëtar dhe ai hero i kombëtar në gjithë të mira dhe të këqijat, pozitivizmin dhe negativizmin e diskutimeve historike, ngelet shtylla e krijimit të shtetit tonë në kuptimin e bashkimit. Baba i kombit. Pikërisht, e bashkimit. Dhe ishte një gjë që unë kisha qef, kisha një kujtim dhe e kam. Foto tjetër? Ne këtu jemi në... Jo, jemi në fushën tënde, po jemi të qikë edhe në fushën time këtu, se kam shkruar për këta plot. Tani, Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino janë 2 mite në Itali, të drejtësisë italiane, që të 2 u vranë, po themi herojnë dhe dëshmorë të luftës ndaj antimafjes, të 2 u vranë. E para, a ka një element, një detaj të këtyre se lajmi dhe historitë e tyre gati na duke ne sikur janë shqiptare. Duhet po të kishte ndodhur në Gjermani, në Angli, në Amerikë, nuk do të kishim aq. Po duke qenë se këta janë bërë aq afër sa a ka shqiptar si një Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino? Jo, besoj që jo. Kështu them dhe unë. Madje është një gjykatë që ka takuar Giovanni Falcone, e diti këtë? Një shqiptar. Ka qenë gjykatë Zamir Poda. Po, s'është periudha, ka qenë periudha. Jo, ai e kishte takuar atje. Po pra ka qenë periudha 91, 92-shin, dhe e kishte takuar dhe kur erdhi në Shqipëri, shkoi dhe lajmet e raj. Ku shikon u vra Giovanni Falcone dhe u ngrita tha. Unë e kisha takuar para disa muajsh. Dhe ai është Zamir Poda ka shkruar më shumë se çdo kush tjetër shqiptar për Giovanni Falcone. Tani, Enida, e para një ka një histori, në një gjë që ty të ka bërë më shumë përshtypje të këta 2, të ky çift juristësh që domethënë i ka emblem, jo vetëm Italia, po besoj edhe Shqipëria, po i gjithë kontinenti. Thjeshtësia. Duket fjale e madhe dhe e vogël njëkohësisht. Po e vogël. Ti thoshe shqiptari i thjeshtë. Thjeshtësia, po unë nuk flas kur i referohem thjeshtësisë, i referohem thjeshtësisë së të shprehurit dhe së të qenurit, pushtetin. Flasim për 2 emblema sepse
këto janë protagonistët e parë, Giovanni Falcone e nisi historinë të atyre që janë maxi proceset. Të parat që u bën historinë e Italisë që vinte mbas brigadave të kuqe, mbas akteve terroriste, të fund viteve 80 dhe të paktit shtet-mafia. Ka shumë dinamika brenda, nuk është kaq e thjeshtë historia. Dhe këto pavarësisht kësaj ruani thjeshtësinë. Edhe në kujtimet e kolegëve të tyre, tek i lexon, ato tregonin pikërisht të raportin komunikativ shumë njerëzor të tyre. Por ti e dallon njerëzoren tek ta, në këtë foto duket njerëzorja. E përcjellin njerëzoren. Nuk janë të ngrysur, nuk janë. Përcjellin njerëzoren dhe mos harrojnë që barra e peshës se ato kishin ishte absolutisht e ndërlidhur me strukturë. Ato që sot po bën spaku. Për ta lidhur pak paralelizëm, nuk kanë krahasim absolutisht, më është pak krahasueshme. E ngritet topin. E ngritet topin, po është pak krahasueshme. Kemi ne Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino jo të rënë, por mënyrën se si ata funksiononin. Jo. Jo, sa shpejt e the, pritë, s'u mendova fare. Po them jo, s'ka nevojë të mendojmë se është një gjë që e kam menduar më herët. Mirë, po kushtet e Shqipërisë edhe kemi. Jo. Kundërshtoj këtu. Pse? Ta them unë. E para janë dy botkuptime formimi të ndryshme. Paolo Borsellino, Giovanni Falcone vinë nga një formim intelektual profesional i një niveli shumë të lartë. Ne nuk e kemi formimi fillestar të tillë. Flasim nga bazat, pra që këtu kemi një problem që nuk mund krahasohen. Kanë një eksperiencë e tyre. Këtu flasim për burra që janë nga 50 e ca 60 vjeç gati. Pra nuk po flasim për kalamaj apo për njerëz që janë, kanë eksperiencë, po kanë filluar që 20 vjeç, jo ish apo gjëra në trazirat e Shqipërisë. Flasim gjithsesi në një shtet konsoliduar ku prokuroria dhe gjykata funksionon. Flasim në një sistem italian ato vite që sa kishte ndryshuar kodi procedurës penale italiane. Edhe këtu kene, kjo mund të jetë pika e ngjashmërisë. Në 88 ndryshon atje, këtu ndryshon pikërisht në 2017 kur fillon me spaku. Po, por mënyra e të gjithë mbështetjes që ata kanë nga bota akademike, nga bota avokatisë, mos harrojmë respektin, se janë botë të ndërlidhura atje, nuk janë si ne, që avokatët shihen sikur të jenë fundi i bishti kavallit. Nga bota e intelektualëve që janë gjyqtarët atje, si gjyqtarët atje janë vërtet intelektual. Janë njerëz që nuk dinë të lexojnë ligjin, janë njerëz që të zbërthejnë ligjin përmes informacionit të multidimensional që kanë. A të kujtojët filmi Drama d'amore? Jo. Elena Dorello, Cesare Dorello? Në moment jo, do thosha. Sepse më ka mrekulluar mbrojtja që ka bërë avokati Cesare Dorellos në sallën e gjyqit klientit të tij. Okej. Avokatia italiane ishte jashtëzakonshme. Avokatia, për shembull, një nga avokatët më të dyqë Shqipërisë njohin fare, që duhet ta njihnin është Calamandrei. Calamandrei është një nga avokatët emblem të drejtësisë italiane. Emblem. Ka unë një gjyqej? Asnjëherë. Ose ka unë për një dy, por kur të lexosh Calamandrein, ka një elogjo e Giudici, ka një libër shumë të bukur, që i bën elogje gjyqtarëve, që vjen i vënë elogj gjyqtarët. Çfarë thua? Po flasim për koka. Këto janë kokat. Dhe ti më thua mua si e formuar ti, po ja pra. E kuptova. Dhe këta të dy që janë emblema sepse proceset që ndërkohë po bënin, mënyra si ekzekutuan, por shteti në marrëveshjen që kishte paraprake, nuk është se këto i hodhin erë vetëm mafia. Sot kablogramet po i quaj kështu që po dalin, mbas kaq vitesh tregojnë një histori shumë të errët. Po, kur u vran ta doli gjithë Italia në rrugë. Kjo është shoqëria italiane. Sepse populli. A e bëjmë ne këtë? Jo. Enida? Po s'mund ta bëjmë ne. A ka lënë vetes vend gjyqtarët dhe prokurorët shqiptarë që ne të bëjmë këtë? Kjo është pyetja. Foto tjetër. Se mrekullia ishte këta u vran. Tani, ti thua s'ka asnjë Giovanni Falcone këtu dhe Paolo Borsellino. Po jo. Si bëhet fjalë që jo. Megjithatë, ne kemi arritur një gjë. E pranon? Pa ndushkëshmëri s'ka. Patjetër që po. Patjetër që po. Tu se gjete gjasë. Jo, patjetër që po, por nëse ma krahason me ata, unë do të them që nuk jemi në atë nivel të atyre. A që po punojnë dhe po mundohen, padyshim që po.
E vlerëson Altin Dumani për ato 3 vjet që bëri? Unë e kam thënë, mund t'jeme vetëmja, pash me... Se më është bërë një pyetje sa ishte zgjedhur ky. Kush? Para disa ka qenë, po, sa ishte zgjedhur dhe jemi këtu 3 vjet ca para. Dhe mbaj mend që kam qenë në një transmision, duket se Kero Newsi, bashkë me Mentor Kikin. Kemi qenë të dy. Në transmision ti thua emision, si në Itali. Kërkoj ndjes. Dhe pyetja ka qenë shumë e pastër për Altin Dumanin dhe kam dhënë një përgjigje që në atë kohë akoma nuk e dinin kush ishte Altin Dumani. Unë thjesht ka një profil e profesionit Dimon, dhe më thash që po do bëj, sepse tashti janë pjekur kushtet për të bërë. Dhe i bëri? Bëri. Ka bërë goxha dhe nuk... Cilat janë pritshmëritë tua për Klodian Bravo? Pozitive. Më duket pak më pak sanguin në kuptimi figurativ të se zoti Dumani, por ka një trashëgimi shumë të mirë dhe ego profesionale e tij është shumë e mirë, sepse ka nevojë për këtë, dhe mendoj që do të shohim rezultate shumë të mira. Edhe mbrojtja që bën, më pëlqeu mënyra se si diskutuan në komisionin parlamentar, mendoj që do të kemi çësje pozitive. Por dëgjoj, se unë jam avokat dhe duhet jem unë do të thënë avokati duhet të jetë ka ajo, dakord janë 2 pjatat e peshores, por në këtë diskutim duhet të jem ajo shtylla. Ajo që i mban. Duhet jem shtylla, nuk po them jo, shtylla në mes dhe pastaj e mban drejtësia. Pse? Për një arsye, dhe gjykata duhet të ketë një rol shumë të rëndësishëm, sepse prokuroria vërtet ndërton akuzën. Po, sigurisht. Ushtron ndjekjen penale. Por ama ka një funksion konceptual represiv. Gjykata duhet të ketë një rol shumë elitar. Sepse ne themi spaku, por gjykata te kthemi spaku, pastaj shndërrohet dhe këtu ka një të vërtetë. Është në gjithë nivel gjykata? Siç themi ne, si japi vëmendje vetëm spaku? Në momentin që vetëm ratifikon, se më ka lë fjalën, noterizon, çai thot spaku, do të thotë që diçka nuk shkon me gjykatën. Po jo, mund të jetë spaku në rregull. Po nuk mund të jetë në të gjitha në rregull dhe të bëhet çfarë thot spaku në gjithçka. Se nuk funksionon kështu drejtësia. Tani sfida e Klodian Bravos, zonja Zheku, është cilësia e timit. Cilësia e timit është shumë e rëndësishme, është e para. A do ta arrijë në 3 vjet Klodian Bravo? Unë mendoj që do ta çojë përpara dhe do ta përmirësoj. Sepse nëse zoti Dumani mori një metodologji si bëhen e timet, sa aty filloi realisht metodologjia, mendoj që zoti Bravo, duke qenë se vjen edhe nga eksperienca më e erët dhe do të jetë në mandatin tjetër, do të rrisi këtë cilësi. Ne shpeshherë kemi përdorur dhe prokurorët tanë përdorin dhe ata në diskutime ndiq paran. Po si ndiqet kjo paraja? Se deri tash askush nuk ka dhënë përgjigjen. Jo, deri tani Enida, më lë ta bëj pyetje. 300 milion euro është sasia e pronave dhe parave të konfiskuara dhe sekuestruara. Është shifrë lartë kjo për ty? Padyshim që po. Se sfida e parë ishte cilësia, po sfida e dytë është konfiskimi i pronave. Nuk janë konfiskuar, janë sekuestruar, se nuk janë konfiskuar. Jo, sfida është konfiskimi. Pra, tani këtu është problemi. Dhe këtu hyn në lojë gjykata. Prandaj tash pra që nuk është kaq e thjeshtë. Që do të thotë tek ajo ndiq paran ti tek cilësia e hetimit duhet ta kesh. Sa ta bëj 2-3 vjet burr. Me pra, tek cilësia e hetimit ti duhet ta kesh konsoliduar aq mirë këtë rrugtimin sa kur të shkosh ke konfiskimi tet i pastër, kokë ngrop si thon. Kokë ngrop, Po ja që këtu fillojnë dhe ngërçet e historisë tjetër. Se spaku vërtet mund të sekuestron se ka instrumentin, se është pjesa e vetë e punës. Këtë bën prokurori heton. Po konfiskimi pastaj. Pastaj në fund konfiskimi, ne, jemi të saktë, dhe ta themi qartë. Asnjë shqiptar de facto dhe de jure nuk është se po i bëhet vonë Rimburg apo Rimburg X apo Y politikan mbi të gjitha. Po. Po parati do, se janë parat tona më. Mua më bllokoi llogarinë apo ty, kujdo qoftë, llogarinë bankare nëse nuk paguajmë një muaj sigurime shoqërore. Ndërsa këta individ mi lë të pastrojnë, të shpërdorojnë miliona dhe miliona euro të parave tona, po kjo është e padrejtë. Unë jam avokat, mbroj të drejtën dhe të padrejtën, por ama kur vjen puna për të folur si qytetar, duhet themi të vërtetën. Koncepti për të mbrojtur si avokat Enida sigurisht që ka shumë mendive për atë që ti mbron, por ndonjëherë, edhe kjo varet edhe në kulturën e shoqërisë, një avokat shikohet si e mbron ky vrasësi? Ky është totalisht keq informimi ose mos informimi teknik juridik. Avokati është mbrojtës i kujdo. I kujdo. Pse? Sepse është avokat, advokare me thirr.
advokacja, i thoshin romakët e lashtë, shekulli 4 para Krishti. Ka lindur avokatia. Avokati mbron edhe të mirin dhe të keqin, por e mbron brenda disa kufive, ligjor. Avokati dyzon vetveten. Këtë e kam mësuar nga Franco Coppi. Ja, me qëse se po rikthejmë profesorim. Dhe thoshe gjithmonë edhe në leksionet e veta që avokati dyzon vetveten. Si e dyzon? E dyzon përmes të vërtetës që ai di brenda shpirtit vet dhe profesionalizmi që duhet ketë në paanshmërinë e mbrojtjes së klientit. Mi po, ne avokatët tu i kemi të njëjtit nivel që ti e thua. Ne nuk kemi avokat. Ore, unë të parën gjë që do të bëja dhe e them, e kam thënë dhe do ta them derisa ditën që të ndodhi, do të bëja një reformë të thelluar, të mirë kalibruar të avokatisë shqiptare. Po do t'i hyja mirë, me themel. Nuk mund të ketë 15.000 avokat. Unë do t'i kaloja gjithë nësit, nga i pari ke i fundit. Avokatia duhet jetë si magistratura, mesatare mbi 8. Po tjerët pasaj? Çka punë sa të luash? Mirë, me sa diun rreth 3.000 është numri që janë aktiv. Jo, aktiv janë diku ke 4.800. Nuk e di këtë, ja, pak më shumë, po 15.000 avokat me licencë, po ata se kanë aktive? Jo, paguajnë ato gjithë për atë punë. Jo, po se kanë aktive s'paguajnë ato. Janë shumë. Janë prapë shumë. Ke 2.4 milion, sa? Në 4 veta 5 janë avokat. Pastaj avokatia do cilësinë, nuk është çështje vetëm numrash. Po, patjetër. Do cilësinë, ti nuk mund të pjesë avokatëve janë dhe sekserë, Këto duhet eliminosh nga sistemi, prandaj po të vër mesatarin ti si magistratura. 8 e lartë, bëje provimin e avokatisë me shkrim dhe me gojë. Komisionin bëje strong. Niveli i avokatisë shqiptare ka ardhur duke u rritur. Jo, është mund të jetë. Ka ardhur duke u rritur, e di pse? Po, ka ardhur duke u rritur. E di pse? Sepse në 3 kanë hyrë ata që kanë mbaruar jashtë. Ata kanë rritur sistemin. Ata kanë rritur. Kjo është ajo që e bën. Po, ata kanë rritur sistemin. Un kam shumë kolegë të mi, djem dhe vajza. Sa është ky numër? Janë pak, nuk janë shumë, por kanë rritur sistemin. Po, sepse ato punojnë në zyrat më të mira dhe zyrat më të mira duan këta, se këta punojnë më mirë, janë më korrekt në punë, janë më cilësor, dhe pjesën tjetër e përdorin për sekser. Për sekser, e pranoj që ka sekser. Unë e pranoj, unë e kam thënë, ne kam shkruar libër, jo. Unë kam lënë dhe gjurmë. Po do tjetër, prandaj ty s'japi një post në impozitë. Jo, ky është budallik. Unë se dija që ti kishe mendimin që kjo është trupa gjykuse më dobi që ka pas Shqipëria. Po pse mos sa kishe? Më thuaj pak, nga vjen backgroundi këtyre, nga vjen. Mund t'i thuash nga një? Tash nuk i di gjithë se si mbajmë të emrat, po ja po marrim ja dy. Për shembull, kemi një Sandrin për shembull. Sandri si e ka, ku se harrova emrin. Po. Sandri çfarë eksperiencë ka? Nuk e di. Ja ta them unë. Kam mbaruar fakultetin Shkodër, pedagog Shkodër, mjafton. Po? Mjafton. Po zonja mos gaboj? Kemi zotin tjetër ky, si e ka emrin ky në cep, jo për zotin Asim Vokshi, se ka emrin e shkollës time, kështu që. Atë heroj. Është gjyqtar dhe kam konsiderat. E them, kam konsiderat, dyshim. Është gjyqtar. Vjen nga eksperiencë dhe ka patur dhe eksperiencën gjykat lartë, kështu që është gjyqtar dhe unë nga këto e përjashtoj si atë që është më i sakti. Në teknikën e të bërit është gjyqtar. Ti them një nga një emra të se si mbajmë të gjithë. Se sinqerisht nuk e më kujtojnë të gjithë. Ky ngjitur që ka qenë dhe i KLP-s në mos gaboj. Si e ka emrin tash ti se ka dhe lidhje familjare. Unë do t'i them të gjithë. Se nuk më kujtohet emri i tij. Unë do t'i them të gjitha një nga një, të them që timi korrekt mos ngatroj mas emrës. Ja vetëm prekim pak sekonda. Nuk po e gjej. Nuk ka rëndësi, se nuk po vin emrat. Po gjithsesi, po ti shofësh, është ligji. Jo, duhet kuptojmë edhe pak konceptin e ligjit. Reforma ndrejtësi tek ndryshoi kushtetutën, brenda futi 3 kategori. Futi gjyqtarët, dhe bëri shumë mirë. Sa ashtu duhet jetë. Tani Fiona Papajorgji. Fiona Papajorgji ka një eksperiencë, ka mbaruar në Itali, me sa diun 2008, po pra. Po se po nuk e se ka qenë ndonjë njeri që është përplasur në përsylla gjyqje, ka bërë gjyqje avokate më the tash. Kosto ka qenë këshilltare. Marsita Xhafellari? Nuk kam. Ke se mos e fshe? Apo ku fshe ti? Ja ke, kuptoj. Sonila Betja? Notere. Qa ka qenë notere? Jo, nuk ka qenë notere. Para njerë, Asim Vokshi si punoj dhe pas kam mbaruar. Dhe ka mbaruar në Itali. Jo, ka mbaruar në Tiranë. Ka mbaruar në Tiranë dhe ka bërë një Fulbright 1 vjeçar në Amerikë. Jo, edhe në Itali, në Milano. Kanë bërë specializime kështu më modhe ti, me shku me kaluan ne. Shkollë. Në Itali pse leson ti avokatin? Jo, shkollë. Po shkollë pra, shkollë.
Shkollën, bazën, ku e nis? Në Universitetin e Milanos ka mbaruar Çe universitetin. ka mbaruar? Më ka mbaruar. Në Universitetin e Milanos diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Soni Labetja. Për çfarë ka mbaruar? Ore, për çfarë punë ka bërë? Fakultetin e Drejtësisë. Çfarë punë ka bërë më valla? Avokat. Kur? Ka qenë në firmën ligjore Boga, se i kanë gjitha këtu tani, prandaj thashun. Ushtruar profesionin notere, antare e dhomës kombëtare të noterëve dhe dhomës noterëve të financës. Notere. E pra notere. Po mirë pra. Notere pra. Po nuk lejohet ajo tjetër atje. Po nuk po themi nuk lejohet, po themi për cilësinë e gjykimit në nivel kushtetues, më valla, notere. Je zjarr. Jo nuk jam zjarr, unë flas për fakte. Bëm shpërthyese. Sandër Beci? E thash pra? Po. Ilir Toska, zotëria atje, dyti atje. Ha, s'e thotë gjë. S'më thotë gjë. Gent Ibrahimi? Pastaj i spikatur në fushën e drejtësisë, i spikatur për çfarë sa nuk e di. Gent Ibrahimi? Për çfarë është i spikatur? Çka ka bërë? Po çka ka bërë në jetë? Po ka qenë në KLP. Edhe, në KLP mund të jesh. Ti vlerësoj. Tani, po më the edhe për Mariana Seminin. Mariana Seminin është pedagoge. Po jo pedagoge, se ka një karrierë të jashtëzakonshme. Po është pedagoge, ta thash pa qenë. Po jo vetëm pedagoge. Ore, të thash që në fillim janë dy emra që un kam një konsiderat ndryshe. Asim Për të Bokshi? tjerët s'ka, e thash pa. Ti kishe për emrin dhe për mbiemrin këtu. Jo, ta thash në fillim. Dgjoj, un jam shumë fair sepse s'kam ndonjë gjë sigurisht ose mund të ma kalosh ndoshta edhe këtë në thonjë arrogancën, po ti vëm në krahasim civit, të garantoj që s'kuq mirë çfarë janë aty. Okej, foto tjetër. Po nuk është ky problemi. Problemi është kush i zgjodhi dhe si i zgjodhi. Tani, Ismail Qemali, Turan Pashpërmeti dhe Xhafer Hypi i 10-ti, domethënë i pari, i treti dhe i 10-ti janë jurista nga 33. Dhe Po i pari, Fati Ynë është themeluesi i shtetit shqiptar, ishte jurist. Po a e tham në fillim që duhet janë dy kategoritë janë ato më të Me Fati më qenë. Patjetër. Po nuk dërgon të Perandoria Osmane njerëz do si do. Ja më deshi vetë ky Perandoria Osmane i tha këtu sultani, hap gojën i tha do veziri, i mafa apo do ministri jashtë, çfarë do? Donte vet, pra po nuk dërgonte do si do në ato që donte vet. Tani. Po mos thoshte jo? Në këta 33, 3 janë juristë, të thonë gjë që na ka. Po tani nga këto se jo, juristë janë vetëm 3. I pari, i treti dhe i 10-ti. Po. Xhafer Hypi. Tani, të thonë gjë ty si juriste që vetëm 3 keni? Më thot që ja ku jemi. Do të thonë që mungesa e juristëve? Të me vlerë, flasim gjithmonë. Dgjoj. Ne kemi juristë shumë të mirë. Kemi shumë të mirë, por që shpesh. I dhe si kemi të mirë, moj. Më dëgjoj më deri në fund. Prit. Mos u nxito. Ne kemi juristë shumë të mirë, por që nuk i njeh askush. Dhe më të mirë edhe më të mirëve i kemi jashtë. Dhe si njeh askush. Dhe kur ato duan të afrohen në këtë vendin ton për të dhënë një kontribut tek fusha e drejtësisë, që është më e vështira, i përzën. Shembulli të përzyrës jam vetë. Kush përzori ty? Po më kem, unë po të konkurrojmë, thonë ja overqualified. Do të bësh kryeministër ti? Unë kryeministre s'bëm, se s'jam budalla ç'po tisha. Këta 33 pa lëri ata mos na krahaso me një kohë të shkuara. Flasim për historinë ku jemi. Para 100 vjetëve po na thua. Flasim sot ku jemi. Ju juristët thonin që po se ktheve kokën mbrapa nuk unë them që njohja e historisë është shembulli më i mirë dhe mësuesi më i mirë për të tashmen dhe të ardhmen. Okej, nga këta 33 kë vlerëson shumë? Unë jam gjithmonë për Ismail Qemal Vlorën, pa dyshim. Me që nga Vlora vetë? Po patjetër. Me që nga Vlora, Jo, ka figura shumë të rëndësishme, nuk mund të them. Unë për shembull për zotin Fatos Nano, që sot është i ndjer, kam një respekt veçantë për mendjen e tij. Pavarësisht se si, por ishte një njeri. Do të thon mbas vitit 90, mbas rrëzimit të Fatos Nano vlerëson shumë? Nga të gjithë çka kanë qenë, unë vlerësoj vetëm Fatos Nano. Për mua. Do të thoshin fjalë po Ylli Bufi? S'të thot gjë. Nuk më thot gjë. Wilson Ameti? Aleksandër Meksi? Po, për Aleksandër Meksin kam i konsiderat se kam edhe mik shtëpie, ka qenë shumë mik i babait tim, kështu që këtu jam e anshme, unë e kam shumë gjanë si thon si personazh, kështu që nuk mund të flas keq për të asnjëherë. Bashim Firo? S'më thot ndonjë gjë. Pandeli Majko? A s'të thot askëndë? Ilir Meta? Ilir Meta se e kemi në burg shkretin, kështu që nuk ka atë. Se që qesh avokatja që është kryeminist në burg. Jo, ish president në burg. Po kryeministër, ish president. Ilir Meta duhet ta kishte lënë politikën atëherë kur duhet ta kishte lënë. Ka një cikël për gjithçka. Dhe nëse ti e kalon atë ciklin do bësh. Se ke një tjetër ti që ka bërë ciklet Sali Berisha? Dgjoj, Sali Berisha për mua sot duhet patjetër të largohet nga politika me çdo kusht. Po mban realisht dhe them me gjithë sharjet që do marr. Po mban? Po mban peng Partinë Demokratike. Kush është? Kush do të shaj ty? Do shajnë komentet atë punë kam, po. Jo, për atë punë do më shaj dhe mua që jemi mësuar, por nuk ka problem. Jo, Berisha duhet patjetër të iki. Nuk mundet, është ore, nuk për te mendjes se ti është mosha.
Për mua më po mban peng Partinë Demokratike, shif çfarë po ndodh në PD. Rrymat, përplasjet. Unë nuk jam e djathtë, nuk jam e majt, jo me këto ideologji shqiptare të paktën. Kam tjetër koncept. Jo shqiptare flas. E nënvizoj, jo shqiptare. Nuk jam asnjë parti politike shqiptare. Nuk jam. Unë jam elektorat gri pastër gri. Ke vajte me protest? Se herë kam shkuar në për protestë. Ore, ku ka vetë PD-ja thënë? Jo, ku shkon PD-ja nuk shkoj. Pse? Po nuk mund të shkoj sepse unë nuk e identifikoj dot vetëm me Sali Berishën, nuk mundem ta identifikoj me të. Pse? Po se identifikoj dot me të, për shumë arsye. Duke filluar nga 97-a, që unë sa harroj atë 97-ën. Sa vjeç ishe atë? Unë kam qenë e vogël, 12, 13 vjet, sa mund kam qenë pak a shumë, po e mbaj mend shumë mirë atë 97-ën dhe nuk mund ta pranoj. Por nuk e harroj Sali Berishën edhe për 21 janarin, nuk e harroj. Por nuk e harroj edhe për shumë gjëra tjera. Ama i vlerësoj. Se kjo është që t'jesh i pastër intelektualisht. Në NATO na futi Berisha. Ne nuk duhet ta harrojmë. Në Schengen na futi Berisha. Kontributin për Kosovën me gjithë dinamikat e veta nuk duam të bëjmë. Edhe prapa ai. Domethënë janë këto situata, por sot politikisht Sali Berisha nuk mund të jetë më përfaqësuesi askujt se nuk e ndjek dot më kush. Ka ndryshuar breza. Pse mbajnë ata? Mbajnë ata, votojnë ata në PD. Kush është ai është puna e dosjeve të Pshtajnit. E për lekaq. E dirama? Këtë pastaj është. Këta po në jenë jetën të ndër? Jo, dhe... Po pse e ke ka shu e dirama? Jo, dhe as kam... Ke kritika kështu pa fund për Jo, unë kam kritika pa fund sepse zhgënjimi që i ka dhënë këtij populli shumë i madh. Dhe në ka një gjë... 83 mandate? Lere tash i mandatet Shqipërisë, akoma ambasada amerikane tu s'ka dalë akoma me rezultat për zgjedhjet. Që këtu mos flasë, lere tash. Si hymë në zgjedhjeve në Shqipëri. Trumpi do e presi Po le ta presi Trumpi, shumë mirë do bëj që ta presi, fund. Unë nuk kam probleme e priti ky e priti ai, sepse në raport institucional shtetesh kështu funksionon. Quhet diplomaci. Kush nuk e ka kuptuar bën mirë të lexojë një libër për këtë fushë. Por ka zhgënjur një popull. Po ka zhgënjur. Dhe nuk ka gjë të tmerrshme se sa të zhgënjesh një popull. Dhe prandaj unë në këtë drejtim nuk mund ta pranoj si kryeministër të denj për këtë vend sot më. Sepse kur erdhi në 2013-ën me 1 milion vota premtoi shumë, bëri asgjë. Me gjithë skandalet që po dalin. Ti e votove? Në 2013-ën, jo, isha në Itali. Por ndikova shumë për të votuar. Ke bërë fushat? Kam bërë duke qenë në Itali kam ndikuar shumë. Me vërtet, Po, kam ndikuar shumë dhe them hapur se kam problem fare ta them. Bën edhe ti gabime në jetë. Jo, nuk është gabim. Ç'është ishte? Nuk ishte gabim. Ajo ishte një shpresë për një vend më të mirë bazuar mbi një demokraci. Në kur zgjinjeve ti? Në gjithçka pas. Jo, kur, si moment. Unë jam zgënjur që momenti që i pash qeverinë kur e ndërtoi. Gusht 2013. Kolpo në kam hongër në tetor 2013. Dhe kam qenë pararoj. Ti zgjinjesh pa filluar punën? Jo, sepse mbase kam qenë aftë për të parë se si do të shkonte historia. Ose njëja personazhe. Se kush zgjinjeu nga emërimi ty? Se ai kabineti i parë ka qenë i mirë Anita? Me të njëjtët, Kush nga këto mungon? Jo, ja, kemi foto tjetër? Kush mungon se atë di kush mungon? Mi nxirr. Belinda Balluku e nderuar zonja Balluku. Si ishte 2013-ën? Pse u zgjinjeve ti? Nderuar zonja Balluku, na flet historia vet, s'kam ç'të them. Kemi zonjën Mirela Kumbaro që ishte, nuk di, ai tha i arrestuan atë që firmosi shëmbjen e teatrit. Karma dhe pika. Tjetër kemi Blendi Gonxhaj, është i ri, vjen nga bashkia, nuk e kemi ka historitë e veta dhe ai në bashki. Besart Llamallari e mori vesh lëvizi kollaron ministri i drejtësisë se nuk e di që do bëj ministër. S'është normale. S'është normale sepse ne që kuptojmë një dy gjëra më shumë themi, po si zgjidhen këto njerëz ti po ti jo, që ne nuk po lozim këtu, flasim për shtet. Kemi në emër tjetër këtu që jo, diella për shembull. Diella për shembull është një gjë që në aspektin juridik është totalisht inekzistente. S'ka një bazë ligjore, s'ka një strukturë. Tani, do të bëj një pyetje të tillë, Enita. Edhe pse skandalet janë shtuar, qeveria s'ka asnjë vështirësi e Dirama dhe qeveria. Po pse të ketë? Po pra, pse duhet të ketë? Tani, ma shpjegon këtë me pak fjalë? Pse duhet të ketë nga qeveria e ti që janë njerëz se ai zgjedh dhe i thotë ti do bëhesh ministër se them. Po jo, vështirësia është nga protestat, nga opozita, nga s'ka a tham që nuk mund të ketë. Dhe ky është avantazhi i Ramës? Po patjetër sepse në një vend që ka vdekur shpirti kritik dhe ka një konformizëm total,
institucional. Çfarë thonë ata të opozitës që ore, me ne merreni ju, s'merreni me qeverinë, të merreni me ne. Se kështu thonë ata. Edhe gazetarëve. Pse ata të opozitës nuk i bëjnë marrëveshjet e veta në raport me pushtetin, ë? Si i kemi qelibar ata të opozitës. Si e parashikojnë qeverisjen e Ramës? Unë mendoj që çështja e Balluku është prova e zjarrit. Po na fol pak sigurisë. Jo, është prova e zjarrit. Se gjykata kushtetuese ngeli po mendohet për mendimin e mendimit të mendimit. Po nga që janë shumë të aftë, prandaj. Nga që janë shumë të aftë. Po nga që janë shumë të aftë, po mendohen, sepse që ti je i aftë do të mendosh. Apo. I pa aftë është puna ime. Që jep mendimin e shpejt. Ha çajet. I aftë do mendohet, kështu funksionon historia. Po dhe? Mendoj që do të jetë një provë zjarri shumë e madhe sepse zonja Balluku edhe me spakun nga ana tjetër që ka ndërtuar një dosje. Ne nuk dim as majën e icebergut të dosjes saj. Nëse gjykata kushtetuese e kalon në favor të saj, se kjo është çështje juristash interpretimi në tetash, kuptohet që Rama merr një forcë revanshi shumë të fuqishme. Dhe zonja Balluku ja hedh mirë. Ja, sepse edhe Këshilli i Mandateve nuk do të mblidhet, do të shtyhet, s'kan çfarë vendimit marrin. Jo, do të them që si para çfarë do ndodh? Çfarë do ndodh? Me intuitën tënde si juriste. Në intuitën time. Zonja Balluku. Kjo është, nuk e di, në varësi të gjykatës kushtetuese do të ketë një ndryshim dinamika shumë të forta. Nuk e Rama do ta lëshoj, po them? Jo. Zonja Balluku nuk ka shanse që ai ta lëshojë zonja Balluku. Nuk mund ta lëshoj. Për shumë arsye. Zëvendës kryeministri e dytë. Qofse Ben Ahmetaj ne lëshoj pas edhe problemi dhe flaku tuti sikur të ishte një rreckë vjetër, zonja Balluku nuk është zonja Balluku nga ato lloj grashët mund ta lëshosh. Mos harro që ka geni. I rikthem genit tonë. E ke fjalën për gjyshin? Tjetër. Ka pas gjysh. Para pushkatimit rroi partia thaj. Mirë, po ka pas gjyshtrim. Nuk është se s'ka qenë trim, gjyshi i zonës Balluku. Po ti ishe trim ai, unë tha, si bëra gjën me Roçën, se vrava. Jo, ata ishin njerëz që ishin besnik të partisë, ishin betuar për atë parti. Partia ime më vret, si isha ajo Kadri Azbi. Po e tregoj trimërinë ai? Më në luftë ato kanë qenë, nuk është se s'kanë qenë, kanë qenë pjesë e luftës. I kanë, jo, ka një gen. Mos harro që është dhe një femër. Mo ishte partizani vogël Velo se sa. Mos harro, gjyshi im është histori tjetër, po. Mos harro dhe diçka tjetër. Ka qenë ministri i mbrojtjes gjyshi vet, dinte shumë. Mos i hym historisë vjetër. Marrim i mbrojtjes, fal, akoma më e rëndësishme. Akoma më e rëndësishme, se i mbrojtshëm ka qenë Kadri Azbiu një periudhë e pastaj ndru. Ka jetuar në internim. Ka parë merrin me sy, mos e harroni këtë, sepse ka shumë të bëjë backgroundi i secilit individ. Ka parë merrin me sy, e ka parë ajo ferrin. E di shumë mirë ajo se si lëvizet. Është një grua që sinqerisht po tregon që di të bëj zap, edhe atë që është i pabërshmi. Ti që ballukiste. Jo, nuk jam ballukiste fare, se unë jam mund të për mua, unë i çaj gjithë burg për mua. Këpo? Unë nga e para ke e fundit, kush ka dënuar? Ai se fusin spak. Se ti po çoj spak ti arreston gjithë. Jo, nuk është se arrestojmë, bën me prova. Unë jam me prova. Keni kështu dëshirë kështu për të bërë pjesë e spakut? Jo. Mua më pëlqen avokatia. Mua më pëlqen. Avokatia. E di pse më pëlqen avokatia? Më pëlqen sepse ti çdo ditë lufton me ligjin për të ndërtuar. Okej, rrim këtu. Do të ti thuaj që Belinda Balluku është e fortë. Shumë e fortë. Po mirë, ma bëjmë parashikim çfarë do ndodh. Do të thonë, ti sot jemi sot në shkurt në datën 5 shkurt. Do ta jap me kusht. Po, çfarë do ndodh atëherë? Nëse gjykata kushtetuese e jep në favor të kryeministrisë vendimin, Belinda Balluku nuk preket më. Nuk preket, do vazhdoj punën. Do vazhdoj punë, do vazhdoj gjitha gjërat, gjykimi do të vazhdoj me gjitha format e veta, po fund zot. Parlamenti nuk e jep. Parlamenti se jep dhe do të vazhdoj. Okej, nëse ndryshon gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese historinë se hap dritare, që se jemi dritare. Nuk i jep të drejtë. Nuk i jep të drejtë zotit Rama dhe aty ndryshon dinamika interpretimit. Atëherë do të hapet një rrugë tjetër. Kuptohet që mund të tërheqim me vete pastaj zonja Balluku edhe kryeministrin. Po sot të tërheqim ai ka votat. Si? Sa ai s'ka ndonjë pengesë për shkak Shtetet Bashkuara të Amerikës janë indiferent. Je i sigurt? Jo, unë jam fare i sigurt, po unë po bëj pyetje dhe jap kundër argumente. Unë mendoj që asgjë nuk është ashtu siç duket. Zgjedhjet parakohshme apo zëvendësim si Paneli Majko Ilir Meta mas Fatostanos? Mund të jetë një zëvendësim me një kryeminist dhe një socialist tjetër. Ero Braçi. Se dim. Jo. Po kush? Mund të jetë një figurë komplet anonime që nëse dim fare. Se zakonisht nga cilindri dalin. Pirovengo. Pirovengo ka hallet e veta me spakun.
Ku ka dhe vetë? Jo, Ervin Demo. Kush? Ervin Demo. Ka dhe veta me spakun? Ku ka dhe vetëm çfarë? Ka dhe veta me spakun, vazhdoj. Jo mos ai s'ka qenë fare ministër Po tani. s'ka lidhje mos se zot thotë se ti je ministër, pa ka Jo, qenë tani shkije. ka qenë në Berat. Po më thënë se ka. Po themi një zonjë, se e thotë Rama Nuk mbas janë- me. nuk janë asnjë Mbas nga me e këto. thotë mund të zonjë Elisa Shpërpali, Po nuk janë asnjë nga këto. Asnjë nga këto. Unë mendoj që gjithmonë ne kemi një mekanizëm që është ai Deus ex machina në Shqipëri që e kemi eksperimentuar. Foto tjetër kemi dhe një apo dy foto mos gaboj? Nuk kam që të them më nxorë Shoku babit tonë. Ka qenë koleg i babit tim. Kishin nisi? Dikur po, pastaj pushteti i ndau. Ti ke shkuar një herë te shtëpia ose kanë ardhur ata te shtëpia? Jo. Mami im ka patur raporte shumë të mira sepse ndërkohë zonja Berisha punonte ke ambulanca 4, kishin aty. kanë Edhe ajo një zonjë. një respekt, dëgjoj, respekti ngelet Liri absolutisht. Berisha absolutisht. Jo vetëm për të, po është koncepti respektit familjar dhe Po ti vete ke takuar një herë Jo, doktorin, jo, Po- sepse unë s'jam tip, dëgjoj, unë U nuk jam tipi largohet, që po kur e ka marrë një intervistë post merri aty e nida, tek dia këto do të merri aty e nida, do të prezantoja doktor. Kjo është gocë doktori, është shoku tënd. Më një, nuk Ti ka nje, rëndësi, më një. Po unë pikërisht sepse kam të natyrën që nuk përshtatem, nuk jam komode për politikën shqiptare. Tash do të jemi realist. Ti thua që duhet ikë doktori, I ka ardhur momenti që Po doktori. se sikën, po mirë, po të bëj një pyetje kështu. Pse nuk ka te PD-ja dikë? Pse nuk është dikush aty thotë doktor? Boll deri këtu. Janë munduar t'ja thonë, po kanë përfunduar keq. Kanë një larguar. Se dispo di çfarë më kujton tani? larguar. Sultani nuk ja thoshte dot njeri. Vetëm me sa të pash toptani vajti. Edhe si Sultani përfundoi. atje në Stamboll. Po, si përfundoi. Kush? E sa të pasha, si përfundoi pastaj. Është histori tjetër. E po etjere. Do të mos kam çat pyes me tani se ti e the. Dgjoj, Po jo e the. doktori duhet nuk Tani duhet po- të ishte rikthyer më në politik. Do shkosh të marrë në protestë të PD? Jo, absolutisht, ta thash, unë KPD-ja nuk shkoj në protestë. Si e parashikon protestën se mund të ketë Si edhe të gjitha. radikalizim? Më. Jo mund vendosit çadër. Po le ta vendosë, pastaj na përfundojmë si me historinë e Lulit të. Bëjmë paktin e 17 majit prapë na. Se do i ka qenë dhe dita. Tani atë Lulin se më kujtoi Lulin. Lulin ti ajo batuta jote që humor, domethënë për ata që nuk e dinë, Nida ka thënë një batutë që ishte me humor sigurisht. Dhe sepse Lulzim Basha fitoi 20 milion, Po, 13 milion, jo, 13 milion. 13 milion Që ishte euro nga Strasburg. gjykata në Strasburg. Dhe kur e pyese Nita Bozheku në studio, Nita, i fitoi 13 milionë. Po tha, unë nga ky moment duhet martoj me Lulzim Bashën. Dhe ishte ironia tipike e Nita Bozhekut. Po media u të shmendën. Rrjetet sociale u të shmendën. Një gocë do të martohet me Lulzim Bashën dhe kjo ishte jo për të qeshur, por kjo ishte për të qarë pasaj. Po këtë tragedi. Ke takojnë një Lulzim Bashën? Po, se kam patur edhe në disa herë tek Indieri Zhej në panel, në Sa diskutim. kujtoi këtë punën e martesës? As ba në mend fare. Ishte në gjumë, domethënë, kështu. Ishte në gjumë dhe për këta, ha? E bukur. Okej, foto tjetër, mos gaboj, kemi dhe një. Anita. Këtu tani flasim për njerëz për t'i respektuar, pavarësisht që shkaje. Pastaj Kota, kryetari kuvend shi. Pra, flasim për njerëz që ishin shkolluar. Po si ka mundësi më? Flasim për njerëz Shi sa të veshëm më. Po që po të pusët gjithë të lustruar në një Tiranë që ishe zhullë Tiranë Ka atë. rëndësi, sepse Ishe me kultura. Ishte pa kultura e asfalt. familjeve të tyre. Ishte kultura e familjeve. Mos harro se kishin lëvizur jashtë që të gjithë. Kishin parë nivelet Që e me dorezat aristokracisë. bardha. Shi. Kishin parë borgjezinë Smoking, shi. dhe aristokracinë. Kishin parë nivelet e tyre dhe aristokratët larta dhe borgjezë, se nuk janë e njëjta gjë dhe për publikun. Një gjë aristokracia, një borgjezia. Kravatën alla Fajkonisa më mend, ishe moda në atë kohë. Shiko Pra kravatën. dallohen, duke që janë burrat mençur që të gjithë lexoj syt. Pse s'kemi ne sot, ose sot ata deputetët i kemi me i din kërpërata? Shoqja Zeqina. Po janë kërpërata më. Po sepse ashtu duan. Po si ta ngren kartonin a ndryshe? Kush e ka kartonin? Ta ngrinte në një nga këto burrat kartonin ashtu si mendonte? Se ta them unë? Ë? Në një nga këto burrat e bën. Unë kam lexuar debatet, fjalimet e tyre dhe polemikat, nuk ka rrien më Se ishin intelektual puro. nuk ka rrien më oratori si Ali Kelcyra, po Fajkonica deputet, para se mendi pak. Fanoli deputet, Dremjeta deputet, Gjefisha deputet. Për kë po flasim pra? Dhe tani krahasoj këto, o zot, kërkoj ndjesë, është pak krahasueshme me, ku diun Sara Mile,
Se që ne... Jo, këtu te Saramila sepse vetëm pra të ka një kështu ty e kam pas. Jo, thjesht Vajzemir. Jo, Vajzemir është. I kam kërkuar falje sepse ishte komplet ajo që ne kishim perceptim gabuar. Okej, unë kam dëgjuar, nuk është se më thot diçka, po. Unë kam pasur. Është shumë personale, po flas për background-in, po flas për background-in, në njëri individ. Jo, tani, pikërisht. Tani ne flasim për background-in, pra se flasim për ligjvënës. Okej, aty ke drejt. Background-i i ligjvënësit. Çfarë moshe kanë këto burrat? Janë mbi 50 vjeç. Këta e kanë bërë karrierën profesionale dhe pastaj janë këtu. Sepse në politik kështu hyet, bëhet një herë një gavet që është profesionale, që duhet jetë minimalisht një 15-20 vjet. Si t'ja shpjegojmë këtyre të rinjve në fjalën gavet? Bëhet një eksperiencë gjatë, e lodhshme dhe mundimshme. Nuk është gaveta e ushtrisë, se keq kuptohet, në italisht është ajo forma eksperjenca që ti duhet bësh patjetër. La gaveta i thonë. La gaveta? E thonë, ë? Po, gaveta po e kam për këtë pjesën që ti duhet sakrifikosh dhe duhet bësh. Nuk e di që e përdorin la gaveta. Po prandaj se ndryshe s'kisha nga. Sa e bukur kjo. Se këtu është gaveta është ajo e ushtrisë. Ena e ushtrisë. Ena e ushtrisë. Dhe pastaj të hysh në politikë. Ne në politikë nuk mund të hysh 23 vjeç. Në politikë mendoj që hyj 40 vjeç e sipër. Foto tjetër? S'kemi më. A mbyllëm me baballar të Jo, prit se kam diçka që nuk ta kam bër. Do hym në BE 2030? Që si qesh? Ti e ke pasaportën italiane? Unë kam shumë gjëra, po... Jo, je italiane apo jo me pasaportë? Unë italiane jam, kështu që në shpirt italiane jam. Do ti je në BE? Unë them që unë në BE kam lindur në mendjen time, po nuk është çështje kjo. A do jemi antarë të BE-s në 2030? Jo. Po pse? Po pse, vazhdoni akoma ju i besoni propagandës? Neve. Jo, unë kam dëgjuar dhe profesorët të Bashkimit Evropian. Dhe vazhdon të besosh atyre. Po pse? Ata nuk besojnë, janë pa besueshëm. Edhe mos ti një. Ti ke votuar në Itali apo jo? Unë kam votuar shumë herë, shumë gjëra, por nuk është ky koncepti im. Ti mendon realisht se ne në 2030 për 4 vjet do hyjmë BE. Po ne po zihet kryeministrit në gjykatën, në gjyqtarët. E po i thon sa rrit rrogën, ma rrit rrogën. Merr me çfarë muhabeti, ne po bëjmë muhabet pularie. Do të diskutimi. Na dëmton kjo që Rama po afrohet me Trumpin, na dëmton me BE? Po jo, absolutisht jo, nuk na dëmton, as po afrohet, as po bëhet. Trumpi ne as nuk na di ku bijem, ne jemi një provincë humbur, as nuk i bëhet po fare me politika që ka. Ku e kap Trumpi synimin, menaxhimin konceptual botror me ne? Pa që ne, ja do ikim bëjmë një foto. Foton e ka edhe ajo, me Trumpin, po që puna. Këngëtarja jonë, si e ka me Mblona Qereti, dhe ka foto me Trumpin edhe. Jo, me Trumpin, foto serioze, do thëmë për të pare ka Vera Grabocka. Atëherë akoma dhe më mirë. Nuk ishte president, ishte ato drejton dhe ato spektaklet. Akoma dhe më mirë. Ato emisionet. Pra, nuk mendoj që ndikon fare në asgjë. Me tepër që BE-ja e gjeti prap gjuhën me Trumpin, sepse ashtu janë marrëdhënie diplomatike. Ashtu është sistemi ndërtuar. Me të mirat dhe me të këqijat, me pozitën dhe pozitën. Mos harro që Trumpi është një lojtar shumë i mirë. Është një biznesmen i kalitur tashmë dhe ka një eksperiencë shumë të mirë me një pauzë reflektimi le ta quajmë nga presidenca e parë tek presidenca e dytë. Ndaj unë nuk do ta nënvlerësoja, por as do ta mbivlerësoja në raport me ne flas. Enida Bozheku, si kur ti kisha këto emisionet politike kaq zjarr sa e bën ti studio, ai do isha shumë i lumtur, po. Domethënë kam raste në njëri që me zije, ajo flaka e mekur e zjarrit, shumë më kaput të mes, shumë më zhgënjen. Por me ty, me vërtet, ja vlen të bësh emision dhe quhet me plot gojë. Emision politik! Të falenderoj shumë. Knejtësi dhe ty për ftesën dhe për pyetjet dhe për provokimet. Të gjitha bashkë. Këtu nuk jemi për të thënë ato që ti e di se çfarë mund të them. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, publicitet nga Ura Lënë Qafoku. Mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.